Dritan, do ta nisim sot me një, le të themi, tezë shumë interesante për sa i përket një marrëveshje midis Izraelit, Qipros edhe Greqisë në raport me nuk është thjesht një marrëveshje ekonomike, por është edhe një marrëveshje ushtarake ku le të themi pretendohet dhe shikohet kjo aleancë apo konsiderohet quhet si harku i Mesdheut. Ka shumë komentatorë që e konsiderojnë si një përpjekje të Izraelit për të rrethuar Turqinë në rastin konkret, sepse edhe sipas hartës pak a shumë ja ku është Qipro, Izraeli, Greqia dhe pak a shumë është një përpjekje për të balancuar, le të themi, Turqinë në rastin konkret. Si e lexon këtë aleancë? Kjo aleancë quhet ashtu quhet, pra aleanca quhet Harku i Mesdheut, është një aleancë e bërë në vitin 2019, pra nuk është bërë sot, në vitin 2019 lindi si aleancë për nevoja energjetike dhe më pas, por qëllimi i saj është hegemonik, pra nevoja është energjetike, qëllimi është hegemonia. Hegemonia e kujt rasti? Hegemonia e Izraelit, kryesore është hegemonia e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pas kësaj aleance qëndron Shteti Bashkuar të Amerikës dhe jo Izraeli. Izraeli është dytësor në këtë aleancë, është një nga ato Izraeli e ka parë si oportunitet e para për të kontrolluar Mesdheun dhe e dyta duke kontrolluar Mesdheun, Izraeli shef si oportunitet për të izoluar Turqinë dhe në izolimin e Turqisë është thash në vitin 2019 u themelua në Egypt forumi i gazit të Mesdheut lindor. Pra ajo që në Egypti thirrri dhe themeloi forumin e gazit të Mesdheut lindor. Dhe në këtë forumin e gazit të Mesdheut lindor mori pjesë Egypti, Turqia, Egypti, Izraeli, Greqia dhe Qipro. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk mori pjesë Turqia dhe nuk ishte e ftuar. Dhe kjo bëhet për të kontrolluar fushat, në atë kohë bëhet për të kontrolluar fushat e gazit detar, pra fushat e gazit detar që janë e para është fusha gazmbajtësie e Tamarës, e dyta është fushat gazmbajtëse, janë dy fusha gazmbajtëse që janë fushat gazmbajtëse të Levathinës, të cilat janë përballë Gazës, janë dy fusha që i përkasin Gazës dhe që aktualisht i ka uzurpuar Izraeli dhe pretendon të nxjerrë gaz në to, pra janë fushat i përkasin Gazës. Po. Ndodhen këtu. Pra ato dy fushat Levathine ndodhen këtu. Në këtë pjesën këtu dhe janë mu përballë Gazës, fushat Levathine. E qartë. Janë mu përballë Gazës fushat dhe janë fusha që Kombet e Bashkuara ja kanë njohur Palestinës dhe ja njohin Palestinës, pra me vendimet posaçme, pra me të Këshillit të Sigurimit. Por që Izraeli do t'i përdori për vete. Edhe është edhe një fushë tjetër gazmbajtëse detare, e cila i përket Egyptit. Kjo aleancë quhet edhe aleanca ndryshe 3+1. Quhet aleanca 3+1 sepse është Greqi, Qipro, Izrael, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, ka emrin Harku i Mesdheut, por quhet edhe aleanca 3+1. E qartë. Dhe kjo aleancë është bërë për arsye gjeopolitike dhe hegemoniste të Shtetit Bashkuar të Amerikës për kontrollin e botës. Pra kemi të bëjmë në Mesdhe, aktualisht përplaset gjithë kontrolli i botës. Dhe këtu kemi kjo që duket si një aleancë, jo domethënë se pra kur e shef në pamje të parë thuat është një aleancë që është bërë vetëm për Turqinë. Në realitet nuk është për Turqinë. Realiteti këtu është për përballjen dominimit të botës dhe të rrugëve tregtare që kalojnë që sillen vërdall në këtë botë. Dhe pjesë e kësaj është edhe këto dyshim. Njëra është kjo e kuqja është gazsjellës, pra kjo e kuqja është tubacion gazsjellës i cili do të vijë nga Izraeli në drejtim të Qipros, nga Qipro në Greqi dhe nga Greqia në drejtim të Italisë, drejtim të Evropës. Dhe kjo e bën në këtë moment në rast se ndërtohet ky gazsjellës i cili lidhet me gazsjellsin i cili do të vijë siç tham nga India, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara, pra dhe vjen në Jordania dhe nga Jordania kalon në duhet ta kem aty regjia. Mbaj pak të lutem. Ose kalon në Izrael. Dhe kjo e bën Izraelin. Pra e bën Izraelin një partner strategjik të domosdoshëm të Bashkimit Evropian dhe të Evropës, për arsye tashmë nuk e merr më gazin nga Rusia, pra është për shikuar që gazi nga Rusia të mos merret më të ndalë deri në 2027 dhe të marrë këtë gaz as nga Turqia nesër, pra që është edhe shmang edhe Turqinë dhe këtë gaz ta sjellin nga India nëpërmjet Izraelit, pra të vi këtu. Dhe ky është tubacioni. Ky tubacion është 1900 kilometra i gjatë. Ka nisur ndërtimi i tubacionit. Parashikohet që të mbarojë në 2029-2030. Kurse kjo e verdha është
kabull në ujori energjisë elektrike që e lidh direkt Izraelin me Evropën. Pra, i bën të ndërlidhura dhe në çdo rast Evropa i jep energji elektrike Izraelit dhe Izraeli i jep energji elektrike Evropës dhe e bën në Izraelin partnerin strategjik të veçantë në lidhjen e mesme për Evropën. Ky kabull nuk ka nisur të bëhet. Për këtë kabull vjet Prokuroria Ndërkombëtare e Bashkimit Evropian e Brukselit që ka hapur një hetim për arsye se ka pasur vjedhje të mëdha, pra korrupsion të mëdha në Kipro, në Izrael, në Greqi, në Kret për këtë punë. Dhe shapur dhe kjo është ndërprerë, kurse kjo vazhdon punimi i saj jo me ritmin që duhet, po vazhdon, kurse kjo është ndërprerë. Pra e gjitha kjo rrugë që lidhet, pra pjesë një korridori që shkon deri në Itali, po në Itali dhe kjo e lidh, komplet e lidh me korridorin tjetër që shkon në Indi. Dhe e gjitha kjo bëhet për të izoluar Greqinë, për të izoluar Kinën, sepse bëhet si korridor më vete kundrejt rrugës Mëndafshit. Pra rruga e Mëndafshit që kanë kinezët, e cila sjell në Evropë. Kjo paga shumë. Po, dhe kjo bëhet për të lidhur këtë, pra shikoni. Pra kjo nga India do vi ky gazsjellsi, do lidhet këtë rrugë dhe vjen në Dubai, në Riyadh, pra në këto edhe vjen del në Haifa dhe nga Haifa nga Izraeli vjen në Port të Por. Ka një gjë. Përse ja i shfutur Shtetet Bashkuara të Amerikës këtë. Aktualisht Greqia, në Greqi, porti i Pireut, që shihni, porti i Pireut është 67% pronë e kompanisë kineze COSCO. Po. Dhe porti i Pireut është bërë porti kryesor i Kinës në Bashkimin Evropian që sjell mallrat nga Kina në gjithë të. Dhe tashmë në rast se ti e mbulon me gaz, e mbulon edhe me këtë, do zhvillohet një rrjet hekurudhor tjetër që po ngrihet dhe në rast se ti e mbulon me këtë rrjet totalisht, atëherë ti e bllokon Kinën. Pra, qëllimi është të bllokojmë Kinën për të ardhur drejt Evropës. Dhe prandaj është bërë kjo aleancë. Dhe kjo aleancë e mban Turqinë lart, për arsye se Turqia është në aleancën e rrugës Mëndafshit. Turqi, Pakistan, Iran edhe Kinë. Dhe për këtë arsye Turqia dhe Irani dhe Pakistani kanë bërë një marrëveshje për të ndërtuar një hekurudh, e cila do të sjellë dhe kjo hekurudh do të sjellë mallrat nga Pakistani dhe nga Kina. Pra vinë mallrat nga Kina, vinë drejtim Pakistanit, vinë nëpërmjet Iranit dhe vinë sa më shpejt në Turqi dhe Turqia tip fusi mallrat kineze në drejtim të Evropës. Shkurton diku të rreth 15-17 metor rrugë që bëj më përpara me anije. Pra është projektuar ndërtohet kjo hekurudh, pra nuk është ndërtuar akoma. Hekurudha është projektuar dhe por kjo rruga që bëhet, kjo rruga që duan ndërtojnë, pra evropianët me Shtetet Bashkuara të Amerikës kryesore izolon Turqinë. Pra Turqinë e shkëput dhe izolon, pasi Turqia llogaritet si pjesë e rrugës Mëndafshit, si pjesë e Kinës. Rrugës, po. Pra, në këtë moment, në këtë pjesën e mesdheut që neve shohim këtu, kjo pjesa e mesdheut ku është Greqia dhe ku përfshihemi edhe neve. Pse përfshihemi edhe neve? Atë lutem e kthe pak atë hartën mbrapa. Ja ku janë këto korridore të gjitha. Po, atë shohim pse përfshihemi edhe neve. Neve jemi këtu. Pra neve jemi këtu në Shqipëria. Atëherë, ndërtimin e kësaj rrjete, ndërtimin e këtij gazsjellsit, një pjesë të këtij gazsjellsit dhe ndërtimin e këtij rrjetit në New York të energjisë elektrike, e ka marrë një firmë franceze. Totalisht, pjesa më të madhe që do lidhet me Evropën. Dhe izraelitët nëpërmjet amerikanëve çfarë do të kontrollojnë? Pra, nëpërmjet Izraelit kontrollojnë, sepse kjo është aleancë ekonomike, por është kthyer në një aleancë ushtarake midis Izraelit, Kipros dhe Greqisë. Për arsye se këto bashkëpunojnë edhe ushtarakisht. Pra ka lindur nevoja bashkëpunimit ushtarak për të siguruar këto rrjete të energjisë dhe këtë rrjet ekonomik. Kjo është bërë si nevojë domosdoshme. Dhe për këtë nevojë është nevoja që të kontrollohet dhe të kihet nën kontroll gjithçka. Dhe si mbahet nën kontroll gjithçka? Atëherë, Izraeli, Kipro dhe Greqia kanë bërë një aleancë të përbashkët ushtarake dhe funksionojnë bashkë. Por Turqia është jashtë, në këtë mënyrë kontrollon Turqinë. Shqipëria mbetet tu, Shqipëria llogaritet si aleate e Turqisë. Në shumë për arsye se ne jemi shtet musliman. Dhe llogaritet si aleate e Turqisë dhe tashmë. Por Franca ka një marrëdhënie të ngushtë me Greqinë dhe ka bërë një marrëveshje ushtarako-politike për mbrojtje të përbashkët me Greqinë. Pra, dhe ajo funksionon gjë. Pra, Franca angazhohet që në rast se Greqia sulmohet, Franca t'i vinë në ndihmë Greqisë, por ka një pikë ajo marrëveshja, thotë vetëm brenda territorit grek. Pra nuk thot jashtë territorit grek. Pra sepse është parashikuar që përplasja do të jetë midis Greqisë dhe Turqisë, duke qenë se janë të dyja vendet e NATO-s. Atëherë çfarë thotë? Franca i vjen në ndihmë Greqisë brenda territorit grek, por nuk e ndihmon jashtë territorit për të sulmuar jashtë territorit grek, pra në territorin e Turqisë në mënyrë që mos të hyjë një vend të mos bërë një luftë tjetër NATO. Dhe për këtë arsye, për të pasur në kontroll, sepse në këtë moment Greqia ka të mbuluar pra me ndihmën e Izraelit. Me ndihmën e radarëve izraelite, me ndihmën e raketave izraelite që Izraeli ka dhënë Greqisë, mbulon pjesën ballore të Turqisë. Këtë pjesën që ka përballë, kurse mbrapa e ka të zbuluar dhe mendon se mund të vijë sulmi nga Shqipëria në rast të marrëdhënie, në rast të një lufte midis Greqisë dhe Turqisë.
Dhe atëherë çka ka bërë? Është futur Franca në lojë. Franca i ka shitur Shqipërisë radar, pra ka bler radarët. Shqipëria radarin që ka bërë marrëveshje, që bëri marrëveshje kryeministri jon për të bler radar, pra hoqi dorë nga blera radarëve amerikan dhe bleu radar francez në mënyrë që Franca si aleat e Greqisë të mbajnë në kontroll kurrizin e Greqisë në radarët e Shqipërisë. Pra në këtë moment çdo lloj tentative e Turqisë për të sjellë çdo lloj ndihme, për të organizuar çdo gjë nga territori i Shqipërisë në territor të Greqisë, kontrollohet nga Franca. Pra Franca dhe Izraeli dhe Greqia dhe Çipro kanë bërë një aleancë të përbashkët për të kontrolluar gjithë të territorin e Mesdheut. Dhe komplet çka ndodh? Po kjo e fut në përplasje me Turqinë, drejton. Absolutisht, gjithë përplasja, duam apo nuk duam. Gjithë përplasja do bëhet, sepse pse e fut në përplasje me Turqinë? Sepse Turqia ka deklaruar që çfarë do lloj korridori energjie që do të kalojë në Mesdhe, dhe neve nuk jemi pjesë, ka deklaruar Hakan Fikan para 1-2 muajsh, neve nuk do ta lejojmë. Neve nuk do ta lejojmë. Për korridor që po flasim. Por ama kemi një problem tjetër. Kemi një problem pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kaluar në qershor të këtij viti, pra me 16 qershor të këtij viti në Kongresin Amerikan ka kaluar një ligj i posaçëm i propozuar nga 5 kongresmen. Ata janë, njëri është me origjinë hebreje, kurse 4 janë me origjinë greke. Bilesi kam edhe emrat e tyre, ti lexoj se vetëm pra ai me origjinë hebreje është Schneider, kurse të tjerët janë Gaz Bilirakis, Nikol Miliotakis, Dina Titus dhe Chris Papas. Këta janë 4 me origjinë greke, të cilat kanë propozuar një ligj të posaçëm i miratuar i quhet Akti i daljes në Mesdheun lindor. Pra, është propozuar ligj i posaçëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës për Departamentin e Shtetit, e cila e detyron Departamentin e Shtetit që ta shohë këtë çështje në Mesdheut si pjesë të politikës së jashtme amerikane. Pra me ligj e ka detyrim tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kanë bërë me ligj detyrim vetveten që kjo quhet Akti i daljes në Mesdheun lindor. Dhe në këtë përfshihet dhe shkruhet shprehimisht: mbështesim mbrojtjen e projekteve të energjisë dhe infrastrukturës ndërkufitare me partnerët, dhe përcaktojnë partnerët Greqia, Izraeli, Çipro dhe Egjipti, dhe promovojmë lidhjen me IMEK-un. IMEK-u është rruga që vjen nga India në drejtim të, pra IMEK-u është lidhja ekonomike që është bërë midis Indisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ajo harta që pa që harta që e fut gati gjithë ato regjia. India, e cila vjen është bërë midis Indisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraelit, Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe. Jo, është ajo tjetër, se kjo Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Greqia. Po, për këtë. Po, për këtë. Kjo është ajo që vjen nga India. Kjo është IMEK-u dhe kjo është bërë për t'i bërë bypass Kinës dhe për t'i bërë bypass rrugës Mëndafshit. Dhe tashmë kemi një përplasje, pra Mesdheu është qendra ku po përplaset interesat kineze, turke, pakistaneze, iraniane, edhe interesat ruse po përplasen në Mesdhe, sepse kemi forcat ruse të cilat ndodhen në Siri, në 2 baza, dhe po mundohen të hyjnë ekonomikisht në Irak, për arsye se një pjesë e kësaj rruge kalon edhe nga Iraku, pra vjen nga Riadi dhe një pjesë e kësaj rruge kalon edhe në Irak. Po. Dhe Rusia ka hyrë me marrëveshje energjetike në Irak, ku ka bërë marrëveshje energjetike dhe kompania Lukoil, e cila u sankcionua nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një muaj para sankcionimit ka bërë një marrëveshje më të madhe të saj me sektorin e energjisë në Irak për të marrë disa fusha të gazit në Irak dhe për t'i zhvilluar. Dhe plus ka bërë edhe një paramarrëveshje me Rosatomin e Rusisë për të ndërtuar mini reaktor të vegjël bërthamor në Irak për prodhimin e energjisë elektrike. Pra, Rusia. Pra, kemi një përplasje të interesave, pra të asaj pjesës që quhet BRICS-i me Atlantikun. Po. Ajo harta që ishim, regjia, ajo harta që ishim, që është interesant se janë gjitha rrugët, korridoret globale të gjeopolitikës. Dhe të gjitha përplasjet përfundojnë, baza është Mesdheu, sepse gjithçka bëhet për të mbajtur Atlantikun e Veriut. Pra Atlantiku i Veriut përshikohet Evropa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo plasje është kufiri, pra ky është kufiri ku përplaset Atlantiku i Veriut me BRICS-in, pra Kinën, Rusinë dhe të gjitha interesat përplasen këtu. Nuk është qendra as Ukraina, as Gaza, as Irani. Baza është dhe përplasja e të gjitha interesave është Mesdheu. Kjo është përplasja e të gjitha interesave Mesdheu. Sepse nxjerrja e Turqisë jashtë kësaj, pra Turqinë e ka llogaritur si pjesë të BRICS-it, si pjesë të këtij rrami, sepse realisht Turqia është në atë
që ka lidhet me Iranin, nga Irani me Pakistanin dhe me Kinën. Belt and Road Initiative, ja ku është me blu. Ajo është. Ajo me blu. Dhe këtu është përplasja e madhe. Por Turqia ka kërcënuar që nuk do të lejojë këtë në rast se nuk do të bëhet pjesë. Por ama ligji që është bërë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si vjet, në qershor, e përjashton Turqinë nga kjo. Dhe atëherë do të kemi një përplasje. Për këtë arsye edhe të gjitha ato që gjoja pseudo marrëveshje që dhe ajo pritje që i bëri Erdoganit, ishin për këtë pjesë. Pra, interesi i Erdoganit ishte për këtë pjesë, që të hynte pjesë e kësaj. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo vetëm që se futën pjesë e kësaj, dhe në momentin që se futën pjesë e kësaj, atëherë u prishën gjitha marrëveshjet e tjera që bën dhe ran pas një jave, për arsye se nuk mundet të veprojë, pra kanë kaluar me vendime të posaçme, pra Turqinë kanë llogaritur jashtë kësaj. Dhe kjo mund të sjellë edhe në një dalje Turqisë nga NATO, edhe në një përplasje tjetër. Pra siç thash, kemi një rrjet të evropian që është bashkuar me këta. Dhe kemi ato me jeshile, me blu dhe Turqia po vepron në bazë kësaj për të bërë një përballje, pra duke qenë se Franca ka ndihmuar Greqinë, pra ka një marrëveshje me Greqinë. Atëherë çfarë bën? Turqia është nxituar dhe ka nxituar për të siguruar një pjesë tjetër të NATO-s që të mos i bashangjitet të gjitha Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izrael. Dhe ka bërë marrëveshje për blerjen e 20 tajfunëve me Anglinë. Në këtë moment Eurofighter. Tajfun Eurofighter, po. Dhe blerja e kësaj marrëveshje, prandaj 20 avion, të cilët janë nga Turqia drejtë në Britani. Po, këta 20 avion nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe. Kanë simbolik sepse e mbajnë të lidhur dhe janë avion që do t'i jepen për një periudhë 7 vjeçare, 8 vjeçare dhe e mbajnë të lidhur Anglinë me Turqinë duke përjashtuar nga kjo aleanca tjetër. Franca këtej, Britania, Gjermania këtej. Pra është ndarje. Ndërkohë Rusia me Iranin këtej. Me Iranin, me Indinë, me Pakistanin, me Kinën. Pra kjo është përplasje. Dhe këtu ndodhi për këtë arsye, kjo është qendra. Pra Mesdheu është qendra e kësaj përplasje. Korridori i luftrave. Edhe ndërhyrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës për në Gaza, për të pajsuar Gazën dhe për ta marrë nën kontroll Gazën, nuk është vetëm për Rivierë. Riviera është një diçka që nuk ka vlen, dhe është vetëm për çështjen e këtij korridori të Gazit që do të kalojë dhe do të lidhë këtë, sepse janë kompania amerikane ato të cilat kanë marrë përsipër edhe çpimin edhe nxjerrjen e gazës në fushat gazmbajtëse dhe naftmbajtëse që i përkasin Palestinës përballë Gazës, dhe që tashmë nuk po funksionojnë për shkak të asaj që kanë ndodhur, pra kanë ndërprerë në këto 2 vite s'është bërë asnjë punim atje sepse rrezikonin. Dhe gjithë ky korridori që vjen këtej, pra shihim Emiratet e Bashkuara, nga India, shikoj Emiratet e Bashkuara, por shikoj edhe Iranin, aty që janë shumë afër drejtën. Absolutisht, gjithçka sepse kalojnë në ngushticën e Bab el Mandetit gjitha këtu. Tu kalojnë. Pra këtu do kalojë gjithçka në ngushticën e Hormuzit, do vi gjithçka, prandaj është qendra kryesore. Hormuzi vazhdon të jetë. Absolutisht. Dhe gjithçka, çdo lloj përplasje që shihni, edhe përplasja që ndodhi këtu në Bab el Mandeb që bën Huthët. Pra, Huthët bllokuan Bab el Mandetin jo vetëm për Izraelin, po bllokuan për gjithë Atlantikun. Pra për arsye se nuk lejonin të kalonin asnjë anije që i përkiste Atlantikut, lejonin vetëm të lejonin të kalonin anijet kineze dhe anijet ruse. Dhe kjo bëhet për të anashkaluar komplet këtë sistem, pra që ti mund të funksionosh. Edhe ajo çfarë shih në Venezuelë. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është atje qëllimi i pushtimit të Venezuelës, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë aq të marrë, pra atje ka njerëz të mençur dhe nuk janë të marrë sepse nuk e pushton dot Venezuelën. Ata nuk pushtuan dot Yemenin, pra nuk e mundën dot lërë më Venezuelën. Por pse po bëhet? Venezuela është një nga vendet kryesore të prodhimit të naftës dhe gazit. Dhe Kina është blerësi kryesor i naftës dhe gazit të Venezuelës, duke bllokuar të gjithë bregun e detit me anije luftarake, duke bërë ato zonë luftarake. Ti çfarë bën? Ti bën hyn ato pjesën që quhet sea denial, pra mohimi i detit. Dhe anijet nuk e marrin dot, Kina nuk merr dot naftën dhe gazin që i duhet, që është duke marrë sot nga pra. Qartë. Interesi është që ta mbajmë në këtë gjendje lufte, po jo të bëjmë luftë në mënyrë që ti të ndërpresësh Kinës marrin. Pra lufta është tregtare në realitet. Por maskohet me këto veprime ushtarake të cilat janë për të bllokuar luftën tregtare. Dhe gjithë problemi do vjen sërish prapë, se bllokohet atje. Atje çfarë duhet? Siç thash, gjithë gazi dhe nafta që merr këtej, pra nëpërmjet këtyre anijeve, nëpërmjet këtyre tubaconeve, ta bllokojmë edhe pra kemi bllokuar në Amerikën Latine nëpërmjet me Venezuelën, bllokojmë Kinën edhe këtej. Pra lufta është Amerikë, Kinë dhe Rusi. Pra këto treja janë duke u përplasur me një të gjitha të tjerat. Për korridorët janë aksesor në pjesë të kësaj lufte dhe gjithë përplasja bëhet në mesdhe. Pra mesdheu do të jetë kryesori. Në rast se kjo që ndodh dhe këtu aktualisht, kjo përplasje që po ndodh, ka rivizimin dhe bërjen e hartave të reja të zonave të influencës. Pra po ndahen zonat të influencës në këtë opsionin e ri të sigurisë botërore. Arkitekturën e re të sigurisë botërore. Sepse këto korridore thua do ndërtojnë edhe korridore janë, pra të gjitha këto korridore që folëm, nuk janë të ndërtuara.
Këto korridore që folën janë marrëveshje për të ndërtuar. Për të ndërtuar, e qartë. Pra, dhe tashmë po luftohet se cili korridor do të ndërtohet. Pra, në rast se Turqia arrin ta bllokojë këtë korridor, atë ky korridor nuk ndërtohet dhe janë detyruar Atlantikut t'i përshtatet Road and Belt Initiative. Ti përshtatet kësaj Road and Belt Initiative. Në rast se kjo ndërtohet, atëherë këta janë detyruar ti përshtaten kësaj dhe të gjejnë rrugë të tjera. Pra këtu nëpërmjet kësaj do përcaktohen vijat e reja dhe ndarjet e reja gjeopolitike të botës së re, rendi i ri botror që themi pra. Por rendi i ri ekonomik, se rendi i ri botror nuk kemi, po kemi rendi i ri ekonomik. Ndërkohë SBA-ja Indinë e ka kthyer në Kinën e re, le të themi. Absolutisht e intereson për arsye sepse përplasja që ndodhi midis Indisë dhe Pakistanit e vuri Kinën krah Pakistanit. Po, ja ku është Pakistani, lidhet me Belt and Road Initiative. Prandaj e vuri Kinën me përplasja dhe edhe sot, përplasja që bëhet midis dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës po mundohen që ta marrin Pakistanin në krahun e tyre. Pra, janë munduar disa herë edhe përplasja që nxisin sot midis Pakistanit dhe Afganistanit. Bëhet për këtë qëllim. Pra, Pakistani me Afganistanin ka një përplasje ushtarake, pavarësisht se arritën një marrëveshje jo paqe, po një marrëveshje anëpushimi në Katar me ndërmjetësimin e Turqisë dhe me disa vende të tjera, është për marrjen e bazës së Bagramit, pra për futjen e amerikanëve në këtë territor dhe për kontradekt. Në rast se futen në këtë territor, komplet këtë që shihni juve. Pra, kjo funksionon më sepse iniciativën absolutisht e bllokon këtë komplet. Pra bllokon sepse i del Iranit nga mbrapa, pra kjo kalon nëpërmjet Uzbekistanit, i del Iranit nga mbrapa, Uzbekistanit dhe kontrollon komplet të territorin. Pra e prish këtë rrugtimin. Pra gjitha është kjo luftë, por ama baza mbetet gjithë një mesdhell. Sepse këto nuk kanë kapacitete që ta prishin. E vetmja gjë që mund të prishi veprimtarinë amerikane është këtu, sepse këtu përplasen, pra është Turqia e cila është lënë jashtë dhe është vendi NATO-s, pra vendi i Atlantikut dhe është përjashtuar si nga amerikanët edhe nga ky harku i mesdhellës, pra kjo 3+1, alianca 3+1 është përjashtuar nga kjo dhe Turqia ka kërcënuar që në rast se unë përjashtohem nga çdo lloj projekti energjisë që kalon në mesdhe, unë nuk do ta lejoj, ka thënë Turqia. Pra është deklarat me zë dhe me figure Hakan Fidan. Hakan Fidan. Unë nuk do ta lejoj. Si mund ta lexojmë këtë dritan? Sepse do ta prishin. Pash që në Kipro ishin pse nuk do lejojnë? Ata nuk e kanë lejuar. Para 5 muajsh, anijat franceze, të cilat erdhën për të ndërtuar gazsjellsin. Këtë gazsjellsin këtu u përzun nga anijet ushtarake turke. Pra erdhën anijet ushtarake turke dhe i përzun 2 anijet të ndërtimit dhe ato u tërhoqën. Pra kjo është nuk dhe në momentin që ti sjell anijet ushtarake për të përzënë punëtorët, pra është një koncept i thjeshtë. Kur unë do them që ti në këtë territor i cilin unë e konsideroj të timin, ti nuk ndërton dot shtëpiva, dhe ti më sjell punëtorët, atëherë vi unë ti përzi punëtorët. Në momentin që unë ti përzë punëtorët, atëherë do ti përzë 1 herë, 2 herë, 3 herë, pastaj ti do vish dhe do përplasesh me mua. Po. Pra, dhe çdo lloj po tregon që s'do ta lejoj këtë. Dhe çdo lloj përplasje. Turqisë intereson një përplasje me Greqinë, po jo një përplasje e madhe, një përplasje e limituar në mënyrë se çdo përplasje e limituar vim të ajo ideja që po bëjnë amerikanët në Venezuelë. Pra një përplasje e vogël midis amerikanëve dhe venezuelëve, e nxjerr Kinën jashtë, pra nuk e lë atë të marrë. Edhe këtu një përplasje e vogël midis Turqisë dhe Greqisë. I nxjerr gjithë jashtë. Ky korridor nxjerr jashtë sepse nuk mund ndërtohet, sepse është zonë lufte dhe askush nuk vjen më të investojë dhe të bëjë. Pra këtu është ideja, nuk shkojmë në një përplasje madhore, por në këtë, por kjo përplasje e vogël e nxjerr jashtë, po këtu nxjerr jashtë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe prandaj kjo do sjellë përplasje gjeopolitike të madhe në mesdhe midis krahut lindor dhe krahut të Atlantikut, dhe krahut perëndimor. Ku Turqia duket, dhe kjo ishte dritana ajo. Çdo lloj gjë, çdo lloj veprimi tjetër është në valën e kësaj, pra në valën e këtyre korridoreve ekonomike që janë përcaktuar, të ndërtohen. Jo, e qartë. Turqia do më thonë dritana është pjesë e korridorit rrugës Mëndafrit. Pra fillon në Kinë dhe mbaron në Britani. Qëllimi është mbarojë në Britani. Dhe kjo po thua Britania dhe blerja e avionëve nuk është e rastishme. Nuk është e rastishme, është lojë politike dhe gjeopolitike e Turqisë për të mbajtur Anglinë të lidhur me Turqinë që mos bëhet pjesë e kësaj aleance. Pra, për ndarjen e një aleance brenda NATO-s në rast të një përplasje nesër, sepse si thash, Franca ka një marrëveshje me Greqinë, pra Franca ka një marrëveshje mbrojtje me Greqinë. Të çdo lloj përplasje pa përcaktuar, pra i sjell trupa po brenda territorit grek, pra brenda kufirit grek. Jo jashtë. Jo jashtë kufirit, pra nëse Greqia sulmon një territor në disa ishuj të cilët janë të kontestuar, Franca nuk e ndihmon për ishuj, po e ndihmon për mbrojtje këtu brenda. Nëse në Kipro ka le të themi ndodh ajo që pritet, një konflikt i brendshëm, fjala vjen.
Franca nuk ka drejt... Franca nuk ka marrëveshje me Kiprin, ka marrëveshje me Greqinë. Kipro është vend më vete. Pra, Kipro është antar i NATO, po është vend më vete. Ajo që lexohet tani ishte që dhe Mossadi dhe Shin Beti kishin investuar jashtëzakonisht në Kipro, Mossadi dhe Shin Beti kanë investuar në Kipro, atëre, në Kipro për arsye aleanca e tyre është edhe aleancë ushtarake dhe gjeopolitike. Dhe kur themi aleancë ushtarake dhe gjeopolitike, si Mossadi si Shin Beti janë organizma që funksionojnë në shërbim të shtetit të Izraelit, pra të këtij shteti zionist dhe nazist të Izraelit, dhe Izraeli ka pasur interesin të funksionojë në to dhe ndihma më e madhe ka ardhur gjatë luftës me Iranin. Gjatë luftës me Iranin, të gjithë Kipro ishte baza kryesore nga ku ngriheshin avionët izraelit. Jo avionët izraelit, ngriheshin avionët amerikanë dhe avionët edhe nga Greqia, avionët amerikanë dhe avionët anglez kanë një bazë në Kipro, avionët e zbulimit që kanë, furnizoheshin në Kipro, qëndronin në Kipro dhe gjatë gjithë kohës ishin në monitorimin e radarëve të Greqisë. Pra Greqia mbulonte me radar çdo lloj lëshimi të raketave të Iranit, këta në këtë që nuk e mbulon dot Izraeli. Dhe ndihmonte Izraelin në këtë aspekt, pra në radarët, se ka radar me rrezë më të gjatë veprimi sa kjo. Pra e mbulonte këtë. E dyta, u përdor Kipra dhe Greqia si vend për depozitimin e avionëve civil. Në momentin që nisi lufta midis Iranit dhe Izraelit, Izraeli vendosi të ndërpresë të gjitha fluturimet civile dhe të gjitha avionët, i hoqi nga Izraeli avionët civil që kishte Elali dhe i vendosi në Greqi edhe në Kipro, në Larnaca dhe në Kipro. Pra i la atje, i depozitoi atje për gjithë periudhën e kohës. Këto si sisteme drejtan Barak, ky Baraku është sistem, Baraku është sistem që është në Kipro. Izraelit, është në Kipro dhe Kipro e bleu këtë pasi e detyruan Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të hiqte S-300-ën, sepse Kipra kishte bler një sistem S-300 nga rus, por nuk i kishte përdorur asnjëherë. Dhe ministri grek normalisht e bleu Kipro, nuk ja la ta përdorte asnjëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e bleu Greqia pastaj dhe e linte në Kipro. Dhe ministri grek, ja rrova emrin, të më falni, atij ministri grek që ja bleu Kipros, përfundoi në Burg, në Greqi, për këtë arsye. Pra, sa e kërcënon kjo nuk është se ka një kërcënim të madh, sepse ky lloj sistemi e ka radarin. Izraelitët pretendojnë që ka radarin 400 km, por deri tash efektiviteti i tij ka qenë 200 km. Pra nuk është radar me gjatë 200 km dhe nuk ka ndonjë efektivitet të madh ndaj Turqisë. Pra nuk është se e rrezikon totalisht. E mbulon gjithë Kipron. Po e mbron atë korridorin që po diskutojmë. Absolutisht bëhet, sepse korridori vjen këtu në Haifa, këtu dhe pastaj këtej. Pra vjen një herë në Kipro dhe pastaj këtej. Prandaj është përmbrojtja e këtij korridori. Po, edhe patriotët. Edhe në këtë sistem janë patriotët që ndodhen në Kret. Pra këtu është në Kret patriotët. Po, janë në funksion të asaj hartës. Janë në funksion të kësaj, gjithashtu në funksion të kësaj. Prandaj kemi edhe këtë dhe turqit çka kanë bërë? Kanë iur dhe kanë ardhur në Libi. Pra kanë ardhur në Libi dhe janë vendosur në Libi, forcat turke dhe edhe forcat ruse janë vendosur në Libi, se Libia është ndarë më dysh. Edhe kjo është pjesë e kësaj, pra është pjesë për kontrollin e mesdhellë. Pra Turqia e ka parë duke qenë se dhe Turqia është vendosur në Libi në vitin 2020. Pra një vit pasi është bërë kjo aleancë që u bën në Greqi 3+1. Ka qenë kundërpërgjigje ndaj kësaj. Për arsye për të dalë mbrapa kurrizit kësaj aleance. E qartë. Sepse këtu ishte izoluar dhe atë ka vendosur forca në Libi dhe është Turqia ajo që mban qeverinë libiane, atë qeverinë që njihet nga Kombet e Bashkuara, kurse Rusia mban qeverinë tjetër që është Halifa Haftarit që nuk njihet nga Kombet e Bashkuara. Pra gjysmë tjetër e Libisë. Dhe këto dy vende janë këtu bashkë. Zakonisht ka luftime midis këtyre të dyjave. Midis trupave që mbrojnë këto të dyja, po midis Turqisë dhe Rusisë nuk ka përplasje aktuale këtu. Por ama janë vendosur këtu për të pasur në kontroll gjithë pjesën e mesdhellët. Pra gjithë të pjesën e mesdhellët për ta pasur në kontroll, për të pasur në kontroll kanalin e Suezit, pra për ta mbuluar nga Libia kanalin e Suezit, edhe për të kontrolluar Gibraltarin i cili është afër dhe kalon këtu. Dritan, po dy bazat ruse në Latakia, fjala vjen që ndodhen në Siri e kanë fjalën. Po. Njëra është këtu në Latak, njëra është këtu baza e Latak, Latakia është baza e Khmeimit. Rusia nuk është se ka shfaqur. Pavarësisht asaj, Rusia e shef si të paqëndrueshme Sirinë. Dhe këtë qeverinë e Sirisë e bërë nga këta terroristët e kthyer në zotrime kollare. Pra nuk shef qëndrueshmëri në këtë aspekt. Dhe për këtë arsye është duke munduar që të bëjë, siç thash, aleanca të reja, siç po bën me Irakun, aleanca energjetike. Aleancat energjetike janë aleanca. Këto aleanca energjetike që ka bërë me Iraku janë marrëveshje 15-20 vjeçare, pa për 15-20 vjet e sheh veten të futur në Irak, Rusia dhe pjesë e kësaj, pra garanton. Edhe një herë atë hartën e korridoreve regjia. Jo të korridoreve, ato që janë të gjitha korridoret e rëndësishme të Eurazisë në rastin konkret, po. E qartë.
Ndërkohë, Rusi, Dritan, Iran, Indi, kemi dhe një korridor tjetër. Po, kjo është e kurrudha që është bërë dhe Rusia ka bërë këtë e kurrudhën nga këtu deri në këtë portin e bandarit, Bandar Abbas, deri në portin e Bandar Abbasit. Nga këtu dhe është kjo rruga që dhe po është duke bërë edhe rrugën, po, Bandar Abbas është. Kjo është harta, faleminderit regjia. Kjo është harta. Dhe vjen nga Rusia, vjen këtu, pra kalon në detin Kaspik, dhe nga deti Kaspik vjen në Iran, dhe nga Irani pastaj lidhet me Indin. Prap India, shiko, Kina ka rrugët e saj, kurse Rusia sërish duke mbajtur lidhjet midis Indis dhe Kinës, pra për të ndërhyrë, për të qenë politikisht dhe për të qenë geopolitikisht në të gjithë rajonin. E qartë. Dhe Rusia ka dhe marrëveshje ushtarake me Indin. Pra Rusia është duke shitur naftë dhe gaz edhe Indisë edhe Kinës njëkohësisht. Dhe edhe Indisë edhe pas sanksionimit? Edhe pas sanksionimit, vazhdon, nuk ka ndërprerje. Ai sanksionimi nuk e ka ndërprerje fare këto kompanitë të tjera, ka ndërprerje vetëm ato kompani të cilat bëjnë tregti me dollarin. Pra duke qenë se në momentin që ti nuk bën tregti me kollarin, je jashtë SWIFT-it. Je jashtë atij. Kina ka ndërtuar një lloj SWIFT-i të ri, pra. Unë them SWIFT, po quhet SWIFT se ka një emër tjetër, dhe çdo lloj marrëdhënie tregtare vepron me atë dhe ti paguan atje me yuan, me monedhën kineze. E qartë. Dhe të gjitha ato kompanitë funksionojnë në atë aspekt. Po Rusia i ka shitur Indis teknologji ushtarake, po i ka shitur edhe Kinës teknologji ushtarake. Dhe Kina tashmë është e varur për teknologji, edhe jo vetëm ushtarake, po edhe teknologji industriale. Kina ka prodhuar 2 avion të mëdhej pasagjerësh, me cilët kishte një marrëveshje me Boeing dhe me Airbusin. Për shkak të sanksioneve, Airbus dhe Boeing u tërhoqën dhe Kinës i kanë mbetur avionën tokë për motorët. Dhe tashmë ata motor Kina ka kërkuar t'i marrë nga Rusia. Dhe ka bërë një marrëveshje për t'i blerë këta motor nga Rusia. Pra Rusia po hyn edhe atje. Pra janë të ndërvarura marrëdhëniet ekonomike të këtyre vendeve. Po, puna është se dhe përplasen me interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Prandaj thash, energjia ishte arsyeja, qëllimi është hegemonia. Dakor, e bukur është kjo, po regjia të lutem edhe një herë atë hartën e korridoreve të luftrave, po apo stabilizohet situata janë, ose fjala vjen në Gaza duket se armëpushimi po qëndron, apo jo? Në Gaza kalon ky korridori? Po, nga Jordania, se është, shikoni, është në Jordani, po? Nga Jordania duhet të kalon në afërsi të bregut perëndimor, në afërsi të bregut perëndimor, po. Dhe nuk kalon në Gaza, po kalon në atë zonën e kontestueshme që quhet Lugina Jordan. E qartë. Pra dhe kjo Lugina Jordan, për këtë arsye izraelitët nuk e lëshojnë Luginën e Jordan, sepse është qendra ku do kalojë ky gaz dhe del në portin e Haifës. Porti i Haifës është. Po sikur ja kishin dhënë Kinës këta portin e Haifës, me që mbaj mend vite përpara. Kinës ka qenë një tentativë e Kinës për ta blerë, po me ndërhyrjen e amerikanëve nuk e bleu, nuk u shit, pra u prish ajo marrëveshja që ishte për blerjen e saj. Çfarë mund të prodhojë kjo Dritan, se duket e qartë gjëja. Kinë, Rusi, Turqi, Gjermani, UK. Duket e qartë dhe kjo aleanca tjetër, Arabi Saudite, Izrael, Qipro, e deri në Itali apo Francë. Çfarë si mendon se a do të kemi tashmë një rend të qëndrueshëm? Shiko, unë siç e thash, gjithçka do të varet nga ajo çfarë do ndodhi në Mesdhe, sepse Mesdhe është kufiri që ndan këto aleancë. Pra në Mesdhe vijnë të gjitha ato rrugët që ndajnë, sepse Evropa është kjo, pra Evropa është pjesë e Atlantikut. Ky territori këtu, pra hiq Turqinë, e cila është pjesë e Atlantikut ushtarakisht, po politikisht nuk është konsideruar ndonjëherë pjesë e Atlantikut. Është konsideruar një vend si punë e Jordanisë, Izraelit, pra një vend i lindjes mesme. Asnjëherë. Dhe gjitha përplasja, pra kufiri është ky këtu, në Mesdhe. Dhe në Mesdhe përplasen të gjitha. Normalisht nuk do të bëhet lufta në qendër të Evropës për këtë punë, po do të bëhet në kufit e Evropës. Në kufit e Evropës, dhe kufiri është Mesdheu. Shumë fotografi e fort ishte ajo, pamjet forta të Starmerit dhe Erdoganit që firmosnin për Eurofighterat të Dritan. Në kuptimin e një marrëveshje ushtarake. Është një lëvizje gjeopolitike turke. Ç'ne Britania? Po, për të përballur atë. Në mënyrë që nesër çfarë do të përplasje që të vijë midis, se përplasja do jetë midis Greqisë dhe Turqisë.
Por në këtë aspekt, midis Greqisë dhe Turqisë, aktualisht Greqisë do të rrinë mbrapa Franca, apo do të rrinë mbrapa Izraeli, do të rrinë mbrapa edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kurse Turqisë ka nevojë, aktualisht ka një marrëveshje për prodhim nëndecësh me Gjermaninë, ka një marrëveshje për prodhim anijesh me Spanjën, pra Spanja, Turqia dhe Gjermania kanë një aleancë të pashpallur ushtarake duke bashkëpunuar në këtë aleancë, cilën Greqia disa herë ka denoncuar dhe ka kërkuar Gjermanisë disa herë publikisht, qytetarët që shohin emisionin mund ta mbajnë disa herë publikisht, edhe vjet, edhe si vjet, edhe para 2 viteve që i ka kërkuar Gjermanisë që të ndërpresë marrëdhënien ushtarake për ndërtimin e nëndeceve dhe tanijeve me Turqinë, po ashtu kërkuar edhe Spanjës të ndërpresë të gjithë çdo lloj marrëdhënie ushtarake me për prodhimin e armatimit dhe gjithë të tjerave. Pra është në këtë aleancë të pashpallur me këto vende, pra Spanja, Gjermania, Turqia kanë të aleancën ushtarake. Greqia, Franca kanë të aleancën ushtarake dhe ka mbetur Anglia jashtë. Pra Anglinë tashmë Turqia e lozi në këtë aspekt. Bleu 20 tajfun cilët nuk kanë asnjë vlerë për Turqinë. Nuk e qartë. Për një vend si Turqia nuk kanë vlerë. Për një vend si Shqipëria, po, në rast se Shqipëria blen 20 avion, janë shumë për Shqipërinë. Por ama për një vend nevojat e Turqisë. Absolutisht, për një vend si Turqia nuk kanë asnjë lloj vlere taktike, pra dhe as operacionale. Por kanë vlerë gjeopolitike në këtë përballje. Ndërkohë, Dritan, këto vendet që mbarojnë me stan, po e them unë, projekti Turan që diskutohet, po t'i shikojmë me blu, Kazakistan, Uzbekistan, këto duket sikur do jenë edhe këto një korridor shumë i rëndësishëm. Këto janë, do të vazhdojnë të jenë korridor i rëndësishëm i Belt and Road Initiative, pra të rrugës të Mëndafshit që ka Kina, janë të paprekura nga influenca amerikane, sepse janë jashtë dhe janë pjesë e influencës ruse, sepse janë pjesë edhe asaj Commonwealthit rus që ka ndërtuar. Pra këto automatikisht mbetësin pjesë të kësaj dhe janë të paprekura. Por për këtë arsye, amerikanët tashmë Trumpi i ka rënë pishman që është larguar, sepse marrëveshjen, pavarësisht se Trumpi po e kundërshton marrëveshjen për largimin e forcave të amerikane nga Afganistani, ishte ai që e bëri marrëveshjen për largimin. Po, e vërtetë është. Bideni. Dhe tashmë si duket i ka rënë pishman dhe po kërkon me të gjitha format dhe mënyrat të futur sërish në Afganistan, sepse në rast se futet në Afganistan në bazën e Bagramit, atëherë ky bllokon një pjesë të këtyre rrugëve dhe i bën nën mbikëqyrje këto rrugë. Po se këtu te kjo është jashtë fare. Largimi i amerikanëve është jashtë, pra kjo tashmë është bërë gjitha një zonë ruso-kineze. Po, ajo duket. Totalisht është në kontrollin e tyre dhe nuk është, prandaj është edhe kjo përplasje këtu që po nxisin dhe tentativa që po unë mendoj që nuk do t'i arrijë, pra është e pamundur për të arritur në tentativë. Për të rikthyer në Bagram, në baza Bagram. Absolutisht. Nuk mund kthehet. Prandaj e ka të fokusuar gjithë pjesën e ka këtu. Pra i mbetet Izraeli për këtë arsye edhe në Gaza i intereson mbajtja e këtij anëpushimi që paraqet si paqe në mënyrë sepse në funksionon ky anëpushim. Atëherë çfarë funksionimi i këtij anëpushimi i intereson për të kontrolluar këto dy fushat gazsjellse me gazmbajtëse, të cilat i kishin kompaninë amerikane dhe që duhet nxjerrin gazin nga aty. Dhe ky gaz do t'i shitet Evropës, pra do t'i shitet Evropës dhe është Amerika që do ja shesi Evropës këtë gaz. E kuptoni? E qartë. Dhe për këtë arsye intereson dhe për këtë arsye edhe në këtë marrëveshje që bë Izraeli ka kundërshtuar me forcë dhe ka deklaruar që asnjë forcë turke nuk do të jetë në Gaza. Prap lidhet prap gjitha përplasja, pra e gjitha dhe edhe Gaza është pjesë e kësaj përplasje në mesdhe. Të korridoreve të luftës që quhen. Po, Dritan, ajo që s'kuptoj unë, ose do dalim te Ukraina, po nuk kuptoj arsyen pse është lufta në Ukrainë tani se lufta në Ukrainë sikur Ukraina është jashtë. Pse është lufta në Ukrainë? Për arsye se duhet bërë lufta në Ukrainë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës është pjesë e hegemonisë, jo të zgjerimit të hegemonisë amerikane. Nuk kanë interes për zgjerim të hegemonisë. Amerikanët dhe nuk kanë për ta marrë asnjëherë Ukrainën pjesë të Evropës dhe as pjesë të tyre. S'kan për ta bërë asnjëherë Ukrainën. Do ta lënë si një territor. Ajo Ukrainë që do mbesi si një territor asnjanës, si një territor në mes Rusisë, neutral në mes Rusisë, një tampon zonë ndërmes Rusisë dhe Atlantikut, dhe forcave të Atlantikut. I duhet për ta bërë këtë, sepse prishja lufta në Ukrainë, prishte të gjitha marrëdhëniet tregtare dhe ekonomike që kishte Rusia me Evropën, për arsye se Evropa po dilte jashtë hegemonisë amerikane dhe po bëhej pjesë e këtij Belt and Road Initiative. Dhe duke futur Ukrainën në luftë, automatikisht detyroi të fusi gjithë Evropën dhe tashmë kemi mbritur në një klim lufte midis Evropës dhe Rusisë. Kemi mbritur në prishjen e gazsjellsve nga Rusia në terrenin e Gjermanisë, për arsye se Amerikës nuk i ka interesuar në asnjë moment që Gjermania të bëjë një nga vendet më të fuqishme ekonomike të Evropës, sepse në rast se bëhet një nga vendet më të fuqishme ekonomike të Evropës, atëherë kjo sjell pavarësi, dhe sjell pavarësi politike, gjeopolitike dhe ushtarake nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra e nxjerr Evropën vete dhe Gjermania u prish gazsjellsi Nord Stream 1, Nord Stream 2, i cili i përkiste Gjermanisë dhe Rusisë, pra Gjermania filloi rrënimin ekonomik aktualisht
Është drejt probleme ekonomike. Është drejt rënimin ekonomik totalisht dhe nesër i duhet të marri plus gazi që vjen nga Rusia në drejtim të Ukrainës dhe vjen sërish në Evropë është Druzhba pipeline, që quhet rrjeti i gazsjellësit Druzhba, të cilin disa herë ka sulmuar Ukraina dhe sjell gaz në Ukrainë, sjell gaz në Hungari dhe në Sloveni, në Slovaki. Pra edhe kjo shtentohet të prishet në mënyrë që të izolohet totalisht Hungaria. Dhe para 2 ditësh ministri i jashtëm dhe kryeministri polak thanë që i kërkuan Ukrainës që të ndërmarrë veprime ndaj të gjitha aseteve dhe objektivave rus edhe në territorin e Evropës. Dhe ata quajnë çfarë quajnë objektiv rus? Objektiv rus në territorin e Evropës janë objektive ekonomik, sepse janë të gjitha lidhet pra janë këto gazsjellësat që vinë në Hungari dhe në Slovaki, janë rafinerit në Bullgari, në Rumani, në Hungari, në Slovaki, rafinerit e naftës dhe të gazit që janë edhe pjesë e Lukoilit dhe pjesë e Gazpromit, që janë të sulmojnë këto. Domethënë që të shkojmë në një ndarje totale me Rusinë. Prandaj dhe lufta në Ukrainë ishte e tillë dhe do sjelli deri në shkatërrimin e Ukrainës dhe Ukraina do mbesi një vend i vogël, dhe ai vend që do mbesi nuk do të jetë kurrë pjesë e Bashkimit Evropian, do të mbahet si zonë neutrale aty. Do të bien dakord nesër që kjo do të jetë nuk do të hyjë kurrë në NATO, pra do të plotësohet ajo pjesa e Rusisë, do të jetë zonë neutrale, por i intereson Shtetet Bashkuara të Amerikës ta shkëpusi totalisht sepse duke futur Evropën në këtë luftë, po jo në luftë konvencionale. Pra nuk do të kemi një luftë konvencionale midis Evropës dhe Rusisë. Sepse çdo luftë konvencionale midis Evropës dhe Rusisë do të thoshte futjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë luftë. Dhe futja e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë luftë do thoshte që gjithë ky rrjeti që kemi diskutuar, ky nuk do të funksionojë më. Dhe do të funksionojë vetëm ky. Për këtë arsye nuk hyn në këtë luftë, po thjesht është acarimi dhe mbajtja acaruese e gjendjes në gjendje lufte në atë në një ide të një lufte të ftohtë të një lufte të ftohtë të dytë, në mënyrë që marrëdhëniet ekonomike të ndërpriten këtu. Pra Rusia mban këtej, këta këtej dhe Rusia nuk vjen këtu dhe komplet kjo zonë, edhe kjo pjesë e lindjes mesme janë pjesë e hegemonisë. Prandaj aktualisht amerikane dhe përplasjet janë në mesdhe, pra përplasjet do të ndosin në mesdhe dhe kjo do ndaj nesër këto vijat. Përplasja në mesdhe sjell ndarjen totalisht nesër të zonave të influencës dhe të blloqeve. Dhe ku do kalojnë blloqet dhe deri ku do jenë, dhe cila do jenë pjesë e blloqeve, kush dhe çfarë do jetë pjesë e blloqeve. Dhe mos harrojmë që pra Kina ka vepruar dhe ne e shohim Shqipërinë. Pra Shqipëria që ashtu duket si një diçka jo normale, por ama ka një gjë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndërtuar në lindjen e mesme ambasadën më të madhe e kanë në Liban. Nuk e kanë as në Arabinë Saudite, as në Jordani, as në Emirate, as në Katar, as në Izrael. Ambasadën më të madhe e kanë në Liban. E kanë në Liban për të kontrolluar në Liban, pra në Liban, pse kanë në Liban? Sepse edhe Libani ka një fushë gazsjellëse e zbuluar në 2020 dhe që Libani tashmë ka filluar të nxjerrë me një kompani amerikane. Sërish dhe nxisin edhe Sirin, edhe Izraelin që të sulmojë Libanin dhe ta ndajë Libanin, ama të mbetet qendër Amerika dhe Amerika të kontrollojë nga Libani komplet pjesën tjetër të lindjes mesme. Kurse Kina, pra bërja këtyre ambasadave të mëdha në vende të caktuara do të thënë që ti interesin tënd zonës influencës e ke këtu. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë ambasadë të madhe në Ballkan. Kanë ambasada normale. Vendi i cili ka bërë një ambasadë dhe po ndërton një ambasadë super të madhe dhe shumë pra për vendin në cilin është Kina. Kina aktualisht po ndërton ambasadën më të madhe që ka në Evropë dhe në Ballkan, po ndërton në Shqipëri. Te Ishti Sharaku, kushdo që është interesuar mund të shkojë ta shohë, është një godinë 8 katëshe me 3 kate parkimi në tokë. Ambasada kineze. Po, ambasada e re kineze që po ndërtohet. Është ku ka qenë në Sharaku? Lajm interesant. Pra, dhe shihni, pra kjo tregon, pra Kina tregon, pra kjo tregon përplasje dhe përplasje prandaj përplasjet janë mesdhell. Po, e qartë. Sepse nuk mund të ndërtosh një ambasadë të tillë niveli në një vend si Shqipëria. S'ka një vlerë. Po ka vlerë gjeostrategjike, nuk ka vlerë politike, po ka vlerë gjeostrategjike Shqipëria. Po. Për përplasjen e këtyre. Prandaj them që komplet ky mesdheu, ku përfshihet Greqia dhe ku përfshihemi edhe neve, siç e shpjegova për arsye të radarëve shqiptar, është përplasja në mesdhe. Road and Belt kalon edhe në Serbi, se po shikoj këtu. Është pretenduar të kalojë edhe në Serbi dhe kinezët kanë një projekt që nga porti i Pireut. Po. Të dalin direkt në Bullgari, të ndërtojnë dhe dalin në Danub. Dhe nëpërmjet Danubit
të dalin në Bullgari, në Serbi dhe nëpërmjet Danubit pastaj të ngrihen lart dhe shkojnë në Hungari, në Evropë të gjitha. Pra është projekti kinez për ndërtimin edhe të një hekurrudhe, edhe e cila delet të një porti në brigjet e Danubit në Serbi. Pra është pjesë e kësaj dhe në këtë aspekt shihet edhe Shqipëria si portet e reja të Shqipërisë. Për këtë arsye them Kina po ndërton ambasadën më të madhe në Evropë dhe në Ballkan. Po ndërton në Shqipëri. 8 katë ambasadë mbi tokë, 3 katë në tokë. Interesant shumë. Pra gjithkush mund të shkojë ta shohë, është një sharaku. Po, Dritan. Ndërkohë se kjo tani na fut në shtresa që duhet kohë e gjatë për të diskutuar, se në çdo segment të kësaj mund diskutohen përplasje politike, geostrategjike, geopolitike etj. Interesi është pra qëllimi është hegemonia, interesi është gjithnjë energjia në të gjitha këto vende. Pra ka të bëjmë energji, sepse ndërpritet energjia që vjen nga Rusia në drejtim të Evropës dhe Evropa është detyruar të gjejë kanale të tjera energjie. Po këto kanale të tjera energjie kalojnë gjitha nëpërmjet Shtetit Amerikës, sepse të gjitha firmat që prodhojnë këto energji, që bien këtë energji nga India, nga këto janë firma amerikane dhe nën kontrollin e hegemonisë amerikane. Pra e bën të varur, pra çështja është energjia. Pra arsyeja është energjia, qëllimi është hegemonia. Gjithnjë. Jo, krejt e qartë. Ndërkohë Dritan, është konsideruar një Çernobil fluturues Burevestnik, raketa e re apo arma e re që kanë prezantuar rusët. Çfarë do të thotë kjo, sepse sipas New York Timesit, kjo shpikje e kësaj rakete mund të destabilizojë sigurinë globale. Nuk është për destabilizimin e sigurisë globale, kjo raket Burevestnik është një raket cruise, pra nuk është raket balistike, që duhet ta sqarojmë. Po. Është një raket cruise, është raket bërthamore dy ançe, pra në aspektin është raket bërthamore të cilët mund t'i vendoset një kokë bërthamore. Regjia duhet ta kemë. Pra mund t'i vendoset një kokë bërthamore dhe është raket që fluturon me energji bërthamore. Pra ka një motor reaktiv bërthamor, e cila është hera e parë në historinë e industrisë të fluturimit botror që përdoret një motor reaktiv me energji bërthamore. Kemi motor me energji bërthamore që janë motorët e nëndeceve, pra motorët e nëndeceve janë motorë, po për herë të parë kemi një motor reaktiv me energji bërthamore. Për herë të parë. Në historinë e botës. Në historinë e botës, deri më sot ekziston kjo. Është raket cruise, pra nuk është raket balistike, kemi parasysh. Pra duke qenë se është raket cruise, pra funksionon në këtë Nuk kalon jashtë atmosferës. Jo, nuk kalon jashtë atmosferës, po duke qenë se funksionon me energji bërthamore, atëre koha e fluturimit të kësaj është e pa limit. Shpejtësia. Koha e fluturimit e mbajtjes në ajër, koha e qëndrimit në ajër është pa limit. Mund të rri pa limit në ajër. Nuk ka nevojë për karikim për energji, sepse është energji bërthamore, pra pafund. Pra koha e kësaj qëndrimit të saj në ajër është pa limit. Dhe është testuar deri në 14.000 kilometra. Është testuar, testi që ka qëndruar 14 kilometra. Duke bërë disa testime, ngritje vertikale, ulje, klime, ikje, shpangje radarëve, të gjitha këto. Dhe këtu është problemi i saj. Pra funksionon në këtë aspekt. Raketat balistike, shikoni ta bëj kështu. Ne kemi këtu tokën. Raketat balistike. Pra, kjo është toka. Ky rrethi këtu në mes është toka. Raketa balistike funksionon pra. Rusia është kjo, Amerika është kjo këtu. Pra raketa balistike ngrihet nga Rusia, dhe del në hapësirë, vjen në hapësira dhe vjen sërish dhe futet në hapësirë këtu. Pra trajektoria e kësaj, pavarësisht se është e pakapshme, është e imagjinuar dhe sateliti mund ta kapi. Pra nuk e kap radari sepse del jashtë hapësirës, por sateliti e kap. Pra monitorohet me sateliti. Sateliti që mund të jetë këtu edhe këtu, e monitoron këtë trajektore. Kurse lëshimi i kësaj rakete, pra lëshohet nga Rusia dhe çfarë bën? Kjo nuk ndjek këtë trajektore nga satelit, por çfarë? Kjo ndjek një trajektore që vjen në pjesën tjetër të botës. Pra duke u shmangur mbulimit të satelitëve dhe mbulimit të radarëve, sepse është raket cruise dhe fluturon 100, 200 metra, 300 metra mbi nivelin e tokës. 100 metra mbi nivelin e tokës. Dhe ideja e funksionimit të kësaj është njësoj si Tomahawku. Pra, Tomahawku funksionon në këtë mënyrë. Tomahawku është raket cruise. Është konceptuar si Tomahawk që i devion Absolutisht. Tomahawku funksionon në këtë mënyrë. Tomahawku e ka 2500 kilometra distancën. Kurse kjo e ka pa limit distancën. E qartë. Pra, këtu është ndryshimi midis kësaj dhe Tomahawkut. Dhe kjo, duke qenë se manovron në mënyra të ndryshme, ka mundësi të rrinë në ajër pafundësisht, atëherë duke qenë ajo gjën të gjitha
vrimat dhe pikat ku nuk mbulohet nga radari. Nga radari dhe i shmanget dhe të vjen. Dhe të vjen të godet nga mbrapa ndaj nga ti nuk e pret. Pra kjo është në këtë aspekt. Nuk është raket, pra nuk është se NATO dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e ngjojnë për herë të parë këtë. Për herë të parë deklarohet zyrtarisht. Por ama prodhimi i kësaj rakete ka nisur prej vitit 2001. Prej vitit 2001 kur një idiot tjetër në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ishte George Bushi, që erdhi në pushtet, doli nga marrëveshja e armëve bërthamore. Dhe prishi marrëveshjen e armëve bërthamore, ajo IBM-ja që ishte, dhe duke prishur këtë marrëveshje e armëve bërthamore, rusëve ju dha hapësirë që të projektojnë dhe të ndërtojnë sisteme të siç ndërtuan në Oreshnikun edhe gjëra tjera. Për sa kohë kjo marrëveshje ishte, nuk i lejonte rusët të bënin as tentativa të avanconin. Pra ju bëri një nder rusëve në këtë aspekt, duke i dhënë mundësi. Dhe koncepti i kësaj ides të kësaj rakete është i vitit 1950. Sovjetikët në vitin 1950 kishin një ide që të vendosin raketa bërthamore. Me kokë bërthamore, po jo me energji bërthamore në satelit. Pra në një satelit në ajër të vinin disa raketa bërthamore dhe ky sateliti vinte rreth tokës. Në momentin që sateliti vinte rreth tokës, në çdo moment ti lëshonin nga sateliti raketat sipas nevojës. Kjo është pastaj fantastiko shkencore. Kjo ide e vitit 1950 u morë përpunuar dhe u krijuar një raketë e tillë, e cila tashmë nuk ka nevojë për satelit që ta mbajë sateliti, por kjo mund të kryej si satelitit vi vërdall tokës. Sa të doj dhe si të doj. 200 metra mbi tokë, po thua? 200 metra, 300 metra mbi tokë, 400 metra mbi tokë. Ti shmangit çdo lloj radari, çdo lloj përpjekje. Normalisht edhe amerikanët, edhe rusët, pra siç thash, nuk është se është e re për ta. Fluturimet test të kësaj kanë filluar në vitin 2019. Në vitin 2019 është bërë testi i parë fluturues i kësaj rakete. Dhe në fluturimin e parë në 2019, pavarësisht se nuk është bërë publik, dhe nuk është bërë publik për arsye se në 2019 nuk ishte kjo gjendje lufte midis Perëndimit dhe Rusisë. Prandaj nuk e kemi marrë vesh që por në 2019 është fluturimi i parë. Në 2019 NATO, bazuar mbi të dhënat e kësaj, i ka vënë emrin Skyfall. Pra rënja e qiellit. Rënja e qiellit, po. Është si të bjerë kur themi na mra qielli mbi kokë. Pra mbaroi çdo gjë. NATO në 2019 e ka emërtuar këtë raketë Skyfall. New York Times fantastiko shkencore që mund të është armë për cilën kanë, nuk është armë fantastiko shkencore, si thash është kjo ideja e përpunuar e tilla e gjë e tillë. Mund ta destabilizojë, thotë. Nuk destabilizon, është armë. Domethënë sigurinë globale. Jo, New York Times edhe Trumpi, edhe administrata Trump dhe administratat perëndimore kanë një problem. Ato e shohin problemi i tyre është që çështjet e këtyre raketave bërthamore, pra çështjet bërthamore dhe çështjet e sistemeve dhe të balancave strategjike i shohin të veçanta nga marrëdhëniet bilaterale. Ato janë një. Dhe pse ka ardhur kjo raketë? Shikoni, vjet ka ardhur në një pse u zgjodh të përdoret tash të bëhet publike, pra, siç thash prej 2019 janë bërë testime. Ky ishte testi 26. Ky që u bë. Po, ky ishte testi 26. Dhe është parashikuar që në 2027 kjo raketë hyn në prodhim seri. Pse u bë në këtë moment bërja publike zyrtarisht e kësaj rakete? Nëse mbani mend vjet, në të njëjtën kohë, në tetor, ka qenë fillimi i tetorit, ukrainasit sulmuan Bryanskun në Rusi me raketa amerikane Atacams. Po me Atacams, po. Raketat Atacams, ata quhen 6 raketa Atacams. Raketat Atacams e kishte distancën 180 kilometra, ato që ju dhanë Ukrainës. Dhe në momentin që 2 ditë përpara se Ukraina të bënte këtë sulmim, të gjitha mediat perëndimore nxorën që Bideni ka autorizuar goditjen me rrezet gjatë. Po, ashtu ka qenë atë. Në realitet kjo nuk është goditje me rrezet gjatë, sepse ato kanë 180 kilometra rrezën. Dhe për të sulmuar Bryanskun, ukrainasve ju desh të vinin afër kufirit, sepse Bryansku është 160 kilometra larg kufirit me Ukrainën. Po. Dhe ju desh të vinin raketat shumë afër kufirit në mënyrë që të arrinin raketat në Bryansk. Dhe më përpara sa juan këtë që ka dhënë leje. Realiteti është që administrata Trump nuk kishte dhënë asnjë leje për goditje me rrezet gjatë veprimi brenda por kjo goditje që erdhi pas 2 ditësh dha idenë sikur ishte dhënë. Dhe më njëherë pas kësaj, një muaj pas kësaj, rusët ç'a bën? Përdorën Oreshnikun. Pra, për të treguar balancën,
Pra ti vepron në këtë mënyrë, sepse nuk ishin të sigurt e kishin dhënë apo se kishin dhënë dhe ka qenë në këtë periudhë ka qenë Oreshniku. Në këtë për të mbajtur këtë balancën, pra për të mbajtur balancën strategjike, e cila nuk është më vete nga marrëdhëniet çdo lloj marrëdhënie bilaterale që kemi, që ekziston, ata përdoren Oreshnikun. Dhe Oreshniku i dha një balancë dhe një qetësim. Tashmë jemi te Tomahawk. Pra po flitet për marrjen e Tomahawk, po flitet për dhënien e Tomahawk. Dhe në momentin që flitet për Tomahawk, atëherë çfarë bën? Në të njëjtën periudhë tashmë, Rusia teston zyrtarisht këtë raketë dhe e publikon zyrtarisht. Pra ju mund të jeni Tomahawk, por ne kemi një raketë tjetër që është kundërpërgjigje për Tomahawk. Është për të vendosjen e balancës. Pra nuk është është për balancë strategjike. Pra ju përdorni këtë për të çrregulluar balancën strategjike, ne kemi këtë për ta risjellë balancën strategjike. Dhe kjo sjell atëherë, këta heqin dorë nga Tomahawku, ne heqim dorë nga përdorimi i kësaj. Kjo nuk thotë që nuk do ta prodhojmë, si punë Oreshnikut, por ama nuk e përdorim. Pra kjo nuk shkon nuk çon në destabilizimin. Destabilizimin e çon kur njëra palë nuk ka asgjë. Kur të dyja palët kanë mundësi ta balancojnë, atëherë automatikisht palët rriqen dhe kemi balanca mbetet dhe kemi stabilizim. Po ndërkohë Trump ka folur dritan dhe ka thënë që nuk është nevoja të flasim për këto gjëra, ndërkohë që në ndecet tona bërthamore janë kufi me shumë afër Rusisë. Prandaj thash, ajo që flet Trumpi është duke folur për të mbuluar gjithë të problem që i ka lindur. Në ndecet bërthamore në ndecet bërthamore amerikane dhe në ndecet ruse bërthamore ndodhen të dyja në kufit e njëra tjetrës, sepse detyra e në ndeceve është e tillë. Pra në ndecet janë armë strategjike. Dhe armë strategjike ti do t'i vendosësh në afërsi të kufive të armikut tënd. Pra, kjo është detyra e tyre. Në ndecet strategjike ruse rrinë rreth Oqeanit Atlantik dhe rreth kufive të Amerikës, kurse në ndecet strategjike amerikane rrinë rreth kufive të Rusisë. Këtë kështu funksionon, pra nuk është diçka e re që na e tha Trumpi. Kështu ka qenë dhe kështu do të jetë. Prandaj kjo punë, kjo është ideja e kësaj pune. Për këtë punë dhe këto në ndecet të dyja mbajnë koka bërthamore. Pra edhe në ndecet ruse, edhe në ndecet amerikane kanë koka bërthamore dhe kjo sjell atë balancën strategjike të dyja vendeve. Pra këtu vendet mbajnë balancën strategjike. Pra të dyja kemi kapacitetet të godasim njëra tjetrën me çfarë do gjë dhe vazhdojmë të qëndrojmë në kushtet që jemi. Pra të mos përshkallëzojmë situatën deri në përplasje e cila do të sillte komunikim që bëjnë është një komunikim publik që bëhet për shkak të kësaj deterencë që thatë juve, po bëhet edhe për shkak të këtyre interesave gjeopolitike, të përplasjes gjeopolitike. Pra, edhe si formë kundërshtimi presioni, po edhe për të treguar dhe për të mbajtur balancën. Pra, unë nuk jam interesuar të përplasem me ty, por përplasja ndodh në vende të tjera, pra nuk ndodh aty direkt në kufit e mi dhe të tut. Ukraina është kufi i Rusisë. Dhe në këtë aspekt, me këtë lloj rakete, edhe me Oreshnikun, por ama edhe me një bombë tjetër, sepse nuk është kjo është e treta që përdor. Para 2 muajsh rusët përdorin një bombë me plazëm. Si bombë me plazëm? Është një lloj bombe e re, e përdor deri më sot. Është provuar nga disa vende, por nuk është arritur të prodhohet dhe për herë të parë rusët e kanë përdorur këtë bombën me plazëm në Zaporizhzhe. Është bombë plazëm, pra nuk shpërthen, shkataron çdo lloj rrjeti energjetike gjëra të tjera dhe nuk është një bombë që ka zhurmë ose diçka tjetër, pra nuk bën dëme fizike në godina në këto, po bën dëme në rrjete të ndryshme elektrike, në rrjete të ndryshme energjetike, në këto rrjetet e komunikimit e në gjitha këto. Pra izolon çdo gjë. Çfarë po ndodh në Prishtinë me razim, sepse lajmet që po na vinë po tregojnë që Kosova nuk po ja del dot që të krijojë një qeverinë. Tani dështoj përpjekja e zotit Kurti për të formuar qeverinë të dielën, ai doli para parlamentit, njerësh nuk ishte konsultuar, nuk kishte konsultuar me partitë opozitare dhe kjo pastaj shkaktoi atë që u prit, do thotë zoti Kurti siguroi vetëm 56 vota të pamjaftueshme për të formuar qeverinë dhe është pak e habitshme sepse personalisht e kam ditur dhe në Prishtinë gjithë e kanë ditur që zoti Kurti nuk i ka 61 vota, por është pritur që ai tjetë pak më transparent në kërkesën për
atë që unë e quaj qeverit pakicës. Ai praktikisht nuk e tha, por kërkoi qeverit pakicës në parlament. Pra në terma tjerë, 6 deputet nga opozita pa hyrë në qeveri me zotin Kurti të mundsonin krijimin e një qeveria cila do të operonte për një kohë, mendoj deri në mars diku atje, për të kaluar buxhetin, pastaj ratifikimin e disa marrëveshjeve që kanë të bëjnë me diferim të mjeteve nga Bashkimi Evropian. Kjo nuk ndodhi sepse as zoti Kurti nuk i kishte kontaktuar opozitën. Ai e bëri mjerisht të kundërtën, doli para deputetëve, u kërkoi votën pas një komunikim, pastaj bëri edhe një gjë tjetër që ishte shumë e habitshme. Doli me premtim për rritje të pagave, rritje të pensioneve, shtesave sociale dhe të ngjashme, dhe normalisht që opozita një gjë të tillë nuk do ta pranonte, sepse të kërkosh qeverit pakicës ose vot nga opozita pa i ofruar asgjë, dhe duke bërë fushat zgjedhore praktikisht përmes rritjes së pagave dhe të pensioneve, që ishte e habitshme, e çuditshme, dhe nuk ishte do të thotë çudi që nuk kaloi fare ai propozimi i tij. Tani jemi në situatën kanë mbetur edhe 9 ditë. Edhe 9 ditë i ka në disponim presidentja për të vlerësuar nëse dikush ka shumicën, por tani është e qartë sepse si PDK-ja, si partia e dytë dhe LDK-ja si partia e tretë e kanë bërë të qartë që nuk e duan mandatin për formimin e qeverisë, sepse nuk i kanë votat. Nuk i kanë votat, prandaj nuk e duan fare mandatin. Këtu është spekuluar shumë në opinionin se gjoja opozita synon qeverin të bëjë me listën serbe, fakti që zoti Krasniqi dhe zoti Abdigji kur refuzuan mandatin tregon që kjo nuk ka qenë e vërtetë dhe nuk është e vërtetë, dhe opozita nuk don të bëj qeveri me listën serbe, sepse po të donte tani e kishte rastin. Nëse do të bashkoheshin. Ndërkohë Kurti e ka akuzuar opozitën si kumargjie me dëgjova në një insert. Tani Kurti bën retorik të tillë të ashpër, e cila dhe e ka sjellur Kosovën në këtë gjendje, për të qenë sinqert, edhe opozita nuk është më e butë në raport me Kurtin. Godasin edhe ata, nuk mund thuhet se njëra ose pala tjetër është ndafsht e butë, ka retorik shumë të ashpër të ndërsjell, por desha ta potencoj këtë. 9 muaj është spekuluar se opozita synon të bëjë qeveri me listë përmes listës serbe. Këto ditë u dëshmua që nuk është e vërtetë, sepse ata refuzuan mandatin. Po të donin, tani e kanë mundësinë që me listën serbe të bëjnë qeverinë. Po të bashkoheshin PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja, bashkë me votat e nismës dhe të listës serbe, kalojnë 61 vota, por u dëshmu që nuk është e vërtetë. Opozita kosovare nuk dëshiron të bëjë qeveri me listën serbe, dhe ne tani jemi në një situatë, në një pat pozitë, me rrezik që Kosova të shkojë në 2 palë zgjedhje, siç tha Kurti dje. E kam një insert atë, po gjithsesi e diskutojmë në 2 palë zgjedhje. Është absurdi dorëse vetë. Çfarë është kjo, zoti Koci, në 2 palë zgjedhje? Për ta sqaruar. 2 palë zgjedhje ka këtë kuptim, pra nëse nuk do të ketë, dhe është evidente që nuk do të ketë tani formim të qeverisë, presidenti a shpallë zgjedhjet dhe që duhet të mbanë më së largu 40 ditë nga dita e shpalljes, pra diku në mes të dhjetorit. Dhe zoti Kurti me drejt supozon që edhe pas zgjedhjeve të dhjetorit askush nuk do të mund të bëjë shumicën ose qeverinë, dhe se kjo do ta çojë sërish Kosovën në zgjedhjen e mars të vitit ose prill të vitit tashëm, kur të vjen koha e zgjedhjes së presidentit ose presidentes së re. Pra në këtë llogari zoti Kurti thotë që Kosova mund të ballafaqohet me 2 palë zgjedhje në dhjetor dhe për shkak të paaftësisë për të bërë sërish qeveri, sërish në mars ose prill kur bëhet zgjedhja e presidentit ose presidentes. Po kjo niset nga një premis që zoti Kurti beson që rezultati i zgjedhjeve, fjala vjen që mund të realizohen në dhjetor, do të jetë paka shumë ky që është tani. Në fakt, e gjitha kjo që ka ndodhur deri tani me zotin Kurti, ai ka prodhuar kosto politike, flas që të reflektohet nesër
Rëndi ke absolutisht të drejtë, do të thotë të supozimi i Zotit Kurti që do të shkohet edhe në zgjedhjen e pranverë, pra supozon faktin, vetëdijsimin, ndërgjegjësimin e tij që ai nuk do të arrijë të fitojë mbi 50% siç ka shpresuar në shkurt të këtij viti. Sepse po të ishte i bindur që do të fitojë mbi 50%, ai nuk do të thoshte se do shkojmë në zgjedhje në mars, ndonëse është edhe një element që ndërrikon situatën në zgjedhjet eventuale të dhjetorit. Nuk mjaftojnë madje as 61 deputet ose 50% kësaj radhe, sepse për zgjedhjen e presidentes ose presidentit duhen 61 vota, por duhet gjithashtu prania në parlament e 80 deputetëve. Pra, çështja ndërlikohet edhe më shumë dhe bëhet pothuajse gati e pamundur që madje edhe pas zgjedhjeve të pranverës të ketë qeveri dhe president ose presidente të re, pa një marrëveshje politike ndërmjet partive të mëdha në Kosovë dhe marrë në tërësi, Kosova praktikisht është nisur drejt një kaosi institucional dhe blokade financiare. Nëse deri më 1 nëntor nuk dorëzohet në parlament projekt buxheti për vitin e ardhshëm, Kosova me shumë gjasë nga 1 janari mbetet pa buxhet dhe në kolaps financiar. Rrezikon, domethënë që nëse nuk zgjidhet kjo. Ndërkohë, rolin e opozitës në këtë histori, zoti Koci, si e vlerëson? A ka qenë luajale apo destruktive? Tani, unë nga shkurti, me njerë pas zgjedhjeve që u mbajtën atë botë, për mua ka qenë evidente që do të jetë vështirë të bëhet zgjedhja e qeverisë dhe e kam pritur këtë epiloge. E kam pritur pikërisht epilog. Pse? Zoti Kurti është evidente ka dashur të qeverisi vetë. Dhe prandaj kishte kërkuar 500.000 vota. Pra ai ka synuar që të qeverisi vetë me vetëvendosjen dhe me pakicat jo serbe. Kjo llogari nuk doli. Dhe pastaj kishim një situatë në cilën Lidhja Demokratike e Kosovës në fushat zgjedhore kishte pohuar që ose dalim fitues, ose shkojmë në opozit. Pra nuk pranojnë koalicion me askë. Dhe çfarë ndodhi? Mbeti vetëm një opcion në skenën politike, në tavolinë mbeti opcioni i koalicionit eventual ndërmjet vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës, por për shkak të animoziteteve të mëdha, për shkak të polarizimit, për shkak të hendekut të madh ndërmjet këtyre dy partive, kjo ishte e pamundur të realizohet, të jetësohej. Dhe prandaj kjo blokadë nuk është e habitshme. Është edhe një element tjetër që ka kurzuar këtë blokadë, këtë situatë. Për herë të parë në periudhën e pasluftës, me rastin e formimit të qeverisë nuk janë llogaritur, pra janë përjashtuar votat e listës serbe. Në këtë rast ato janë 9, pra qeveria është dashur të formohet jo nga 120 deputet, por nga 111, sepse lista serbe ishte përjashtuar si nga vetëvendosja, ashtu edhe nga opozita për shkak të agresionit në Bansk dhe solidarizimit të tyre me atë agresion. Prandaj ishte edhe një element tjetër ishte që shkaktoi këtë blokadë. Të gjithë ishin të vetëdijshëm se në masin e vitit të ardhshëm duhet zgjedhur presidentin ose presidenten e re dhe askush nuk donte të bënte qeverinë të brisht me pak numra, sepse ishin të vetëdijshëm që në tavolinë shumë shpejt do të kenë kërkesën e ndërkombëtarëve për asociacionin. Dhe askush nuk dëshironte të ballafaqohej me këtë problem sepse shkaktonte humbje në elektorat. Po them, gjitha këto elemente kanë bërë që ne tani të gjendemi në blokadë. Pra ka shkaqe subjektive, për shkak të polarizimeve të paarsyeshme, për shkak të retorikës. Kishte bërtën edhe luftës hibride që bëhet nga Serbia, është evidente, është e pranishme ajo. Dhe por kishte edhe shkaqe objektive, to që i apostrofova deri në tani. Gjithsesi, praktikisht dy zgjedhje duken si të pashmangshme nisur nga fakti që do duhen mbi 80 e ca deputet, domethënë për të qenë prezent.
Por unë mendoj se do të ishte çmenduri nëse mbahen dy parë zgjedhje, sepse thjesht ato do ta dërgojnë Kosovën drejt kollapsit financiar dhe institucional. Ka një zgjidhje tjetër që është më arsyeshme, më logjikshme, dhe kjo konsiston në këtë, që këto ditë të ardhshme, pra, klasa ynë politike, pavarësisht animoziteteve, të merren vesh që të votohet një qeveri e pakicës, se ka dhe një mundësi që zoti Kurti vetëvendosjes në fakt i ofrohet mundësia për bërjen e një qeveri e pakicë, ose të bëhet një qeveri teknike për vetëm 4-5 muaj, vetëm deri në pranverë, në mënyrë që ajo të bëj miratimin e buxhetit, qeveri teknike ku do të përfshirëshin gjitha partitë, proporcionalisht në bazë të numrave që i kanë në parlament. Edhe ajo qeveri të funksionoj 4-5 muaj, do të mos mbahen në zgjedhjen e dhjetor, por në pranverë, ajo qeveri të ketë një minimum të obligimeve të miratoj buxhetin, të ratifikoj disa marrëveshje ndërkombëtare për liferim të fondeve nga Bashkimi Evropian, të bëj disa reforma që janë kërkuar për 880 milionet nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian dhe kaq, dhe të përgatis vendin për zgjedhjet në mars ose prill. Përndryshe, mbajtja dy parë zgjedhjeve në dhjetor dhe pranverë është krejtësisht e pakuptim, sepse mu shtroj pyetjen nëse zgjedhjet mbahen në dhjetor. Nuk druaj që asë do të arrihet të numërohen votat, të certifikohen rezultatet, të bëhen koalicionet deri në prill ose mars. Dhe ne prapë do të shkojmë në zgjedhje. Është absurde, do të thotë, por ne kemi një skenë të qëroditur politike në Kosovë aktualisht. Zgjidhja vetme, po përsëris është ketë një qeveri të pakicës ose qeveri teknike nga gjitha partitë. Po Kurti dhe ta dërgojnë vendin në zgjedhjen e pranverën e ardhshme. Po Kurti duket i vendosur, zoti Koci, që të mos lëshojë në këtë histori, të paktën në deklaratat e tij publike. Kjo ka qenë evidente nga përfundimi i zgjedhjeve në shkurt. I pa kompromis ka qenë edhe qëndrimi i opozitës, do thotë që të mos shkohet në koalicion me vetëvendosjen. Ndonse, për të qenë sinqert, ka qenë një propozim i lidhjes demokratike të Kosovës, i cili nuk është marrë seriozisht. Mendoj se ai ka qenë zgjidhje. Ata kanë ofruar para 4-5 muajsh që të bëhet një qeveri e unitetit kombëtar nga të gjitha partitë politike deri në pranverën e ardhshme. Dhe rrjedha e zhvillimeve politike në këta muaj tregoj që ata kanë pasur të drejtë, do të thotë, formimi një qeverie të unitetit kombëtar ka pasur shumë kuptim, ishte bërë sens sepse Kosova do të deblokohej, nuk do të kishte bllokim të buxhetit, do të miratohej buxheti dhe do të përgatiteshin zgjedhjet për pranverë. Por çuditërisht këtë propozim të lidhjes demokratike nuk e kanë marrë seriozisht as vetëvendosja, po as dy partitë tjera opozitare në Kosovë, Partia Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Jam i habitur sepse tani Kosova është para blokadës. Nëse nuk reagohet, nëse nuk gjendet një zgjidhje brenda pak ditësh, pra deri me një nëntor, Kosova me hap të sigurt është duke shkuar drejt kolapsit financiar dhe kaosit institucional. Ndërkohë, zoti Koci, lajmet këqija na vijnë nga Serbia, një qendër e ruse, thuhet se do të rihapet. Çfarë informacionesh kemi? Tani kjo është bërë ditur këto ditë, nuk është saktuar çfarë, një ekziston në nish, por ka koinciduar me deklaratën e fillimisht të zotit të presidentit Vučić, i cili tha se në asnjë variant Serbia dhe kurrë nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës. Nga ana tjetër, kemi një deklarim të bashkëpunëtorit të ngushtë të presidentit Vučić, zotit Vulin, i cili hapur pa dorza, pa ekuivoke, tha se Serbia do të angazhohet, do të luftojë, nuk e potencoi ushtarakisht, diplomatikisht apo vetëm politikisht, për jetësimin e asaj që ata e quajnë tani bota serbe,
por që nuk është asgjë tjetër pos Serbia madhe. Dhe këto dy ngjarje kanë koinciduar dhe nuk besoj që janë të rastishme. Kjo tregon se udhëheqja më e lartë në Serbi ka mbështetje nga Rusia për jetësimin e këtij projekti shumë të rrezikshëm për paqen në Ballkan, për rrezikshëm për Bosnjën, për Kosovën, Malin e Zi, kisha për të thënë edhe Maqedoninë. Edhe më herët e kemi biseduar që nuk përjashtohej mundësia që trazirat në Serbi, lëvizja studentore, tjetë instrument, ndoshta dhe i shërbimeve sekrete ruse, cilat kështu e shantazhojnë Vučićin, do të thotë, e shantazhojnë në kuptimin që ose mbetesh pranë nesh dhe nuk bën më lojën e dy karikave, ose ne të përmbysim. Dhe zhvillimet e javëve të fundit e këtë teze kanë bërë bukur shumë të qëndrueshme. Do të thotë, duket sepse retorika që përdoret ditëve të fundit, javëve të fundit në protestat brenda lëvizjes studentore, nuk është asgjë tjetër pos riciklim i oratorisë së Slobodan Miloševićit të para 36 vitesh. Nuk dallojnë fare madje kanë filluar të akuzojnë Vučićin, jo pse do të thotë si lëvizja emancipuese do të duhet të ofronin ndonjë zgjidhje për Kosovën në kuptimin e normalizimit të marrëdhënieve nëse jo të njohjes, por e akuzojnë se ka bërë hapa në drejtim të njohjes së pavarësisë së Kosovës dhe kjo flet shumë për këtë lëvizje në Serbi dhe flet që kjo lëvizje nuk ka elemente emancipuese dhe demokratike ose pro-evropiane. Edhe nëse ka elemente pro-evropiane në televizje, ato duke se tani janë në pakic dhe se kjo lëvizje është kapur nga shërbimet sekrete ruse. Ndërkohë, kemi në vazhdim të argumentit, kemi, le të themi, edhe një luftë hibride në Kosovë, zoti Koci. Kemi arrestimet njerëzve të medias që akuzohen për çfarë ka ndodhur në realitet. Tani duhet pak çmitizuar, sepse arrestimi i zotit Sheholli nuk mendoj se paraqet ndonjë befasi. Do të thotë, opinioni kosovar ka njohur zotin Sheholli, ka bashkëpunuar me Tazim gjatë periudhës 90-99, deri në përfundim të bombardimeve. Zoti Sheholli ka punuar në mediat e këtushme, të cilat kanë qenë të kapura nga Serbia, do të thotë. Nuk ka pasur në ato media shqiptare. Ka pasur rrallë ndonjë shqiptar kolaboracionist, do të thotë. Prandaj arrestimi i tij nuk është i befasishëm, por unë mendoj se ka diçka tjetër që është edhe më rrezikshme. Shofet ditëve të fundit ka oratori urrejtje, jo vetëm ditëve të fundit, javëve, muajve të fundit në skenën mediale në Kosovë është e pranishme shumë oratoria urrejtjes. Dhe unë jam bukur i sigurt që ajo është e injektuar në mënyrë të tërthort si segment i luftës hibride nga Serbia. Sot është shumë lehtë dhe nuk kushton shumë që në një hapësirë atje në Beograd të angazhosh disa profesionistë të mediave ose të propagandës, të bësh qindra profile të rrejshëm me emra shqiptar dhe pastaj të shkruash mesazhe porosi për të dirigjuar skenën politike në Kosovë, dhe ato të plasohen në Kosovë, dhe ato nga njëherë merren mjerisht, nga njëherë për shkak të mungesës së profesionizmit të mediave tona, nga njëherë për shkak të rrethanave të çuditshme, të pakuptueshme, transmetohen në Kosovë. Të paktën, nëse jo në media, qarkullojnë në rrjetet sociale, dhe unë mendoj se kjo është bërë tani një segment shumë i rrezikshëm i luftës hibride që Serbia bën në raport me Kosovën. Mendoj se synim kanë përçarjen sa më të thellë, sa më të madhe, jo vetëm të skenës politike, por edhe të opinionit shqiptar në Kosovë. Ne këto ditë ballafaqohemi me këto akuza, secila palë akuzon palën tjetër se bashkëpunon me Serbinë.
është e pamundur që popullata, elektorati i vetëvendosjes ose i opozitës në shumicë të jenë në anën e Serbisë. Kjo është e pamundur. Mund dhe ka individ, qoftë në parti, qoftë në institucione, qoftë në media, që mund të jenë bashkëpunëtor të Serbisë, mund dhe janë, por të akuzosh komplet të vetëvendosja opozitën se po punon me Serbi, ose opozita vetëvendosin se ata janë dorë zgjatur e Serbisë, kjo është shmenduri. Dhe kjo kam përshtypjen është injektuar pjesërisht edhe nga ky segment i luftës hibride që është duke ardhur nga Serbia dhe që nga një pakicë ndoshta është duke u akceptuar me vetdije, por nga shumica pa vetdije, do të thotë. Është edhe pasojë e mungesës së edukimit medial, mungesës së kulturës politike dhe shumë rrethanave tjera, sepse mos harrojmë Kosova ka dalur nga okupimi serb para 25 vite, por pas okupimit 100 vjeçar, do të thotë 120 vjeçar. Prandaj e konsideroj shumë të rrezikshëm këtë segment të luftës së hibride të Serbisë që është duke u filluar kundër Kosovës dhe kohëve të fundit ka ngritjet vetëdijësimit në Kosovë, sidomos pas arrestimit të zotit Sheholli për këtë fenomen, por bruaj që ende jo në masat e duhura, në masën e duhur dhe në nivelin e dozës së rrezikut që paraqet ai kombinim i luftës propaganduese dhe hibride të Serbisë ndaj Kosovës. Po them, tehu është përçarja në dysh klasës politike dhe opinionit kosovar. Dhe deri me tani mjerisht më duhet të them që nëse ata qëndrojnë pas kësaj lufte, ata nuk kanë pasur sukses. Ja kanë arritur skena politike në Kosovë dhe opinionin në Kosovë sot janë shumë të përqarë, shumë të polarizuar, kisha për të thënë, nuk ka qenë asnjëherë në këto përmasa polarizimi dhe përqarja në Kosovë e pranishme siç është tani. Po, dhe që mundet që as me zgjedhjet mos zgjidhet zoti Koci? Nëse klasa politike do të gjejë minimumin e bashkëpunimit, minimumin e marrëveshjeve, konsenzusit, kompromisit, kjo luftë që bëhet në bindje time jam i sigurt që është luftë hibride, segmenti luftës hibride nga Serbia. Jam i sigurt në këtë, normalisht që kjo do të thellohet, por kjo do të eliminohet, do të shkrihet nëse klasa ynë politike do ta kuptojë që nuk janë armiqë ndërmjet vete. Nuk janë armiqë, janë kundërshtar politik që në një moment caktuar duhet të gjejnë një minimum të konsenzusit për atë që është interes nacional i Kosovës. Aty duhet të harrojnë intereset të tyre partijake, që lënë anash interesat partijake dhe të nxjerrin Kosovën si interes parsor, të flijojnë secili nga pak, nëse ka nevojë edhe nga elektorati, sepse në të kundërtën dështimi eventual i Kosovës nuk do të sjellë atyre asgjë pastaj, nuk do të duhet pastaj elektorat. Nuk kanë për të akzuar atë elektorat nëse ndodh diçka keqe me Kosovën. Dhe unë duaj shumë që zhvillimet në Kosovë nuk janë duke shkuar në drejtim të mirë, përkundrazi janë duke shkuar në drejtimin e armiqve të Kosovës, cilët duan që Kosovën ta prezantojnë si projekt i dështuar në Ballkan, dhe duke dëshmuar tezën e vjetër serbe 120 vjet që shqiptarët nuk dinë të qeverisin. Te udhëheqja kosovare duhet ta ketë parasysh dhe nëse për asgjë tjetër, për hir të saj dhe për hir të sakrificës dhe viktimave 100 vjeçare, jo vetëm 25 vjeçare, 6 vjeçare, por 120 vjeçare, të harrojnë, të lënë anash për një moment interesat partijake. Sepse po duhet të them edhe një gjë. Kjo për një vend të etabluar, ta them si Shqipëria, nuk është tragjedi. Se Shqipëria ka ulse në Kombet Bashkuara, është vend antar i NATO-s, është antar i etabluar i Bashkisë Ndërkombëtare. Kosova nuk ka ulse në Kombet Bashkuara. Kosova nuk është e pranishme në shumë organizata ndërkombëtare. Edhe Kosova është në fazën e dëshmimit të aftësisë së shtetë ndërtimit. Pra nëse për tjerët që janë shtetet e etabluara, kjo nuk do të ishte tragjedi, për Kosovën mund të jetë tragjedi. Sepse këtë e duan gjithë ata që janë kundër pavarësisë së Kosovës. Edhe Rusia, edhe Serbia do t'ja përplasin Amerikës këtë.
si ja çfarë keni bërë. Keni bërë një shtet që është duke shkuar drejt dështimit, sepse nuk janë gjendje të merren vesh për formimin e një qeverisë, edhe një qeverie edhe pas 9 muajve. Një shtet do të vërtetojnë tezën e pafuqisë Kosovës për të bërë shtet, dhe kjo do ishte realisht tragjike për gjithë shqiptarët. Zef, e kam gjithmonë nevojë edhe nga pikpamja ime si gazetar të di çfarë po ndodh me ekonominë e këtij vendi. Si kemi punët këtë vit dhe që thonë shifrat e buxhetit? Na tregojnë shifrat, janë më mirë se që parashikohet e Banka Botërore. Rritja ekonomike e vendit nga 3.2% që ishte parashikimi, fillim vitit, po shkojmë ka 3.5%. Efekti direkt është një rritje prej 478 milion euro, që janë më shumë se sa nën bujori i një viti më parë, pra të 2024. Kush i ka sjellë këto para në ekonominë tonë? Nga kanë ardhur? Dhe duhet kuptojmë çfarë vjen nga rritja ekonomike reale dhe çfarë vjen nga presioni fiskal. Sa janë lekë që vjen. Kjo është çështja. Buxhetin e shtetit. Atëherë, nga doganat kanë hyrë më shumë se sa vitin 24, 132 milion euro. Sigurimet shoqërore e kanë rrit buxhetin me 144 milion euro. Ai presioni për formalizimin, po. Dajmë se ti kam ndarë. Tatimet mbi pagat, 136 milion euro, se janë shifra shaka, janë shifra të mëdha. Tatimi mbi fitimin, 76 milion. Sektor që e kanë rrit ekonominë, turizmi, ndërtimi, shërbimet, energjia. Po ti ndajmë këtu tani, nga 3.2 në 3.5%, kjo është rritja reale e ekonomisë. Rritja fiskale, rritja financiare, ka dhe anën e presionit tatimor. Nga presioni tatimor, janë rrit 304 milion, pra këto që thashje doganat jo këto. Pra janë 304 milion euro që kanë hyrë buxhet, më shumë se nën mujori i vitit 2024, nga presioni, ose puna e mirë e administratës tatimore, nga presioni që ka bërë administratë tatimore. Këtë vit ka qenë edhe kështu si vit zgjedhor, Zef, sikur amnistohen shumë të paktën, me që ka qenë kështu si tradit, po. Jo, a di çka ka ndodhur kjo që qeveria bëni presion për rritjen e pagave. Biznesi ishte detyruar sepse ne kishim edhe fenomenin që po ikin njerëzit, valla, ikin për paga njerëzit jashtë, ikin për punë më të mirë, për jetë më të mirë. Dhe gjithë vrapojnë me rrit pagat. Po ç'a ndodhi? Duke rrit pagat ne, qeverisë shkon më shumë lek me sistemin fiskal, sepse tatimi mbi pagat, tatimi mbi fitimin, sigurimet shoqërore, janë një seri taksash që janë të rritur, janë automatikisht rriten me rritjen e pagave. Kështu që kjo ka bërë që të rriten të ardhurat në buxhet. Edhe TVSH-ja është rritur me 28 milion, por problemi TVSH-s mendoj se është jo vetëm ke ata njerëz që paguanin ose paguajnë non-stop mirë, po është rritë dhe bazat e tim paguesve. Ato të vegjël që dikur thonin që janë vegjël, për në fakt ishin të mëdhej, nuk i kanë lënë madh tani, nuk ka se ti lënë madh, që je i madhur paguash TVSH si gjithë tjerët. Kështu që kontrolli, presioni, edhe akorde që ka bë, është një akord që ti të parapaguash si amnisti ose si pajtim ose si një akord paraprak i administratës tatimore me biznese që ti nëse më parapaguan kaq lek, unë s'vi me të kontrollu. Kishte një akord i tillë, domethënë. E qartë. Por që ka sjell para në buxhet, se gjithë janë thirrë në apel për këtë, edhe biznesi pjesa tërmuese është përgjigjur që mos me pas të lashë gjatë sezonit, sidomos ka qenë strategji. Edhe të gjithë kanë vrapur, ti parapaguajnë ato ose ti paguajnë fiks ashtu siç ka kërku administrata tatimore dhe të përkthehen pastaj gjitha në të ardhura në buxhet, që e kanë rritur kështu. Ndërkohë, si është sot klima e biznesit? Ka përgjegjësim apo përmirësim krahasim me një vit më parë? Desa rritet ekonomia nga 3.2 në 3.5, ajo i bën vetë konkluzionet e punës, por gjithsesi ne duhet flasim dhe për problematikën, sepse nëse themi që të ardhurat buxheti janë rrit nga presioni tatimor, do ishte shumë fatkeqe kjo. Po përderisa është rrit ekonomia nga 3.2 në 3.5, kjo tregon se është rrit ekonomia.
Plus për ekonomisë është rritë dhe presionit atimor. Por, unë do të shikoja me shqetësim disa zëra për të thënë se si është klima e biznesit. Unë them se biznesi shqiptar është biznes jashtëzakonisht shumë punëtor, sepse punon në një terren shumë të vështirë akoma. Ne jemi larg shumë standardet të Bashkimit Evropian dhe kemi punë jashtëzakonisht për të bërë gjithë këto vite, për t'u afruar standardeve. Se i pjesë e mire jona punojmë brenda dhe jashtë, e dim se çfarë mungon. Por unë shoh me shqetësim për shembull këtë vit numri i turizmit e turistave ra nga 12 milion në 11 milion. Pse ka ra numri i turistëve? Unë mendoj se kemi shërbyer keq, kemi infrastrukturën keq, kemi tela në 4 ande për rrugë, kemi plera akoma në 4 ande për rrugë. Vi një herë shohin kur shije, lobimi është bëj madh, po nëse të gjejnë keq, jo vetëm që s'vin vetat apo nuk lehen as të tjerë me ardhë. Që unë shoh me shumë shqetësim këtë, duhet t'i thrasi mendje që mos na bi akoma, edhe çmimet pastaj çmimet, ja fusim shezlloneve në stratosferë ose çmimeve të tjera, në jug sidomos. Pjesa e Durrësit e sipër pastaj kanë reaguar më shpejt edhe me ndërhyrjet e qeverisë, direkt kryeministri linjë parë që ishte kundër këtyre. Mendoj se edhe kjo që u bë për shembull për plazhet publike, për shumë gjëra pastaj filloi duke i qetësuar që ato ambicjet e ekstreme të biznesit për të çmimet. Euro e dobet ka bë pra punën e vet, sepse ti ke euron e dobet, turizmi këtu nuk i gjen më çmimet e lira, kupton? Sa i vjen me euro. Për shkak të euros, po. Kështu që janë një ser faktorë që unë i shoh jo me ndikon jo për mirë, pastaj drejtësia. Kemi drejtësinë, duhet 10 vjet me dalë vendim dhe ai kur bëhet ai vendim as 10 vjeç s'është drejtësi më. Një biznes po me pas një problem me gjykatat, i duhen 10 vjet për ta marrë një vendim atëherë. Ti s'ke drejtësi, ke shkruaj gjykatat, si ke organizu janë stiv dosit, po myken gjithanej. Dhe mungesa drejtësisë është kryesore, mungesa drejtësisë, është mungesa e vendimeve gjyqësore, është fondamentale për biznesin. Kështu që s'ka se si me qenë klima e përmirësuar këtu. Pastaj kemi administrata tatimore, burokraci e pafund, korrupsionin të gjithë e thonë se është absolutisht nivele shumë të larta, shumë shqetësues. Lejet e ndërtimit, sot i marrim jashtë, ke arkitekt të huaj jashtë, kjo është absurde. Lejet e ndërtimit duhet fillojnë nga poshtë sipër, domethënë fillojnë nga urbanistikat e bashkive, ku duhet paraqiten e prezantohen projektet, e shkojnë për miratim lart. E shkojmë jashtë tani për t'i bërë projektet, pastaj ke studiot këtu, pastaj ke agjencia në qendrore në Tiranë, pastaj ke bashkitë. Është nonsens, kjo është absolutisht nonsens. E kuptoj si kanë bërë për të kontrolluar anarkinë. Po, është prish formula kushtetuese këto. Në shkuptim. Ja, është prish sepse pse janë bashkitë? Pse janë zgjedhur nga populli? Pse i kanë urbanistikat? Ata duhet ta bëjnë krefjen e parë të projekteve. Ata duhet vinë, pastaj duhet jenë noteri i bizneseve kë agjencia qendrore. Po, kur ka abuzime, çfarë duhet bëj? Mos i mirë ato, më jep 3-4 projekte që të pëlqejnë, por jo me begjëzisë nëpër botë, ka studio të arkitekturës nëpër botë që s'paguajnë as i taksë në Shqipëri. Kjo s'ka sens kun. Thirrri ti arkitektët tu, paraqiti në herë bashki, pastaj të shkojnë 3-4 projekte, sepse këta nuk është se duan projekte të plota, duan pamjen arkitektonike të fasadave kryesisht, mos bi nesh me edhe numrin e katëve. Po nuk ka pse të shkojmë të gjëzdisim botën dhe me gjithë arkitekti jashtë. Ja, ose të viti hapin studiet e to këtu, me që s'është besimi ke studiet e arkitekturës në Shqipëri, të viti hapin këtu. Pra, edhe kjo është pengesë. Kadastra është blackout, ti s'din sot për shku me regjistru një pronë, do të futesh online ti futesh pas përgjigj njëri, njerëzit s'din ku të shkojnë, pra ishin spërtelet, okej, korrupsion e njërin tjetër. Sot për me kalu nga sistemi analog, po i themi, digjitali, e kemi një problem shumë të madh, sepse realisht nuk funksionojnë sistemet, dhe është kriju pauze e madhe shërbimeve ndaj publikut, ndaj biznesit mbi gjithë. Shohim tani një klim tjetër që po sulmohen bizneset e mëdhenj. Bizneset e mëdhenj, unë nuk po them për big bossat ose si thon këto oligarkë, se oligark është fjalë e madhe për të thënë, po sulmohen pjesë dërmuese e bizneseve. Dhe mirë ai që ka një problem me policinë, me prokurorinë, me gjykatat, me të ndodhi aksident punë, unë provova edhe vetë në kuriozitet. S'ke asnjë lloj përgjegjësie, si as ke puna jenë shtëpi, as ke asnjë lloj përgjegjësie ligjore për proceset e punës që kanë atje, ke struktura gjitha në kam administrator, drejtor teknik, vinë kapen ke ai që
që ka lekun, sulmojnë gjithë. Kështu që është mirë ta themi troq që këtu zotëni dashur duhet vu dorë shumë, sepse ndryshe do fillojnë të hikin kadarete e biznesit dhe pas tyne janë gjithë. Ikin kapitalet, i kanë ikë Italisë, jo s'po na hikin. Absolutisht po. Kanë ikë Italisë për këto budoviqe. Dhe kur kam pas një rast me fol në një miting që kemi pas me kryeministin, i jam lut mos kopjo sistemin italian, kopjo gjermanin. Në atë kohë s'kuptohesha. Pse e thoja? Sepse unë punoja në Itali e dije se çfarë ka. Italia të myt me korrupsion. Ti po punove në Itali 100% në rregull me ligjet e thjesht një punëtor. Kështu që për këtë arsye kanë ikë në Rumani, në Kinë, në katër anë të botës. Investitorë. Unë po t'ja vetëm një shembull. Ka pas 3000 fabrika tullash Italia, sot ka 37-40. Imagjinoj vetë. Çfarë drame. Është industria është zemra e ose them një gjë tjetër. Kemi 15 inspektoriate që vinë na kontrollojnë. Edhe sa? 15 inspektoriate që vinë kontrollojnë hotelerin, fabrikat, punishtet, gjithçka. Ku çon mushka më dha? 200.000 vetë në administratë publike, normal që do më jo gjetë punë aty në po. Ku çon mushka më dha, kemi ngel vetëm tu marr me ata. Është gabim i madh. 15 inspektoriate. 15 inspektoriate, ti di se si vinë gjithë. S'kemi nevojë që ta komentojmë fare. Ose t'jap një shembull tjetër. Shiko rrugët që çojnë ke fabrikat, ke punishtet, te parqet industriale. Ti hyn atë rrugë s'dina del anë i shnosh me kamion ose me automjete. Rrugë për vetura, përpiqna ti bëjmë xhiz me vija, me kret, me tregu se kush jena europian. Rruga e parë është rruga që çon ke biznesi, që çon ke fabrika. Shikoj e parkun industrial Tiranë, si ka rrugë. Ja këtej erdha unë tani për këtu. Në zi vjen me makinën intero, si i thonë italianët. Mos merr copa. Ose kam dëgjuar këto ditë që tuneli Llogaras është bërë vetëm për vetura, nuk lehen kamionet për me shku, kamionet e punës, makinat e punës nuk i lehen. Kjo është një të marr. Është për Guinness kjo. Jo, është. Kështu harxhoj gjithë ato kapitale atje dhe nuk lejon me shku mjetet e punës, ku do të ishin të parat ato. Po për çfarë kjo për vetura vetëm? Po vetura edhe 3 muaj, 4 muaj. Supozojmë që ato se 2-3 muaj i këto i ndalojnë punën në gjithë Shqipërinë, në Bregdet. Po gjithë vitin ato duhet punojnë, mëse ata e ndërtojnë. Resortin, ata ndërtojnë turizmin, ata ndërtojnë gjithçka. Më duken marrëzira që vetëm këne i dëgjoj, të them sinqerisht. Jo, kjo që mund trembet biznesi dhe t'largohet, kjo tezë shumë interesante. Megjithatë, them kemi 23, po shkojmë ke 25 miliard euro GDP. Them se Shqipëria shumë shpejt, nëse merr masa që ti mbroj bizneset, ti mbroj nga korrupsioni, nga policit, nga OPG-t, nga prokurorat, që ore zotni për një aksident punë ka me marr policia, OPG-t, prokurorat mu. Ke inspektoratin e punës o vllajtash. Vini ta gjejnë për 2 orë, kush e ka fajin, marron historia, s'merret kush me ty. Tani jemi në prag të ndryshimeve në kodin penal. Çfarë ndryshimesh mendon Zev se duhen bërë për biznesin? Pikërisht to janë ndryshime që unë mendoj se e përmisojnë klimin e biznesit dhe fillon biznesi në jetë i sigurt. Dhe kur kemi të bëjmë me aksidentet në punë, që fatkeqësisht kanë ndodhur dhe do të ndodhin. S'ke pse me shku me u marrti me OPG, me prokurore, me gjykata, me bizneset. Ke inspektoratin e punës, i cili ta çon çështjen me gjoba, ta çon në gjyq, gjykohesh, shifet kush e ka fajin. Këtu të sulen gjithë në shky, jenë vete. Këtu je marum po të ndodhi. S'po them me humje, edhe se kemi pasur do kemi nga pa kujdesitë ndryshme do kemi, se në ato raste është detyruar me ndërhyj policia. Por kjo është masive ke incidentet, ke aksidentet. Po kush është sot problematika më e madhe? Ku po vdesin më shumë shqiptarët? Në rrugë më dha. Çfarë do thotë? Që ne të shkojmë të arrestojmë shefin e policisë apo kryetarin e bashkisë, pse dikush nuk zbaton rregullat e qarkullimit rrugor, shkon ja fut dikuj ose shkon e rrëzohet vetë. Po. Që ne të forcojmë rregullat, por ama ti vëm fajin atij që e ka, sepse këto ndodhin gjithë botën kanë për të ndodhur edhe këne kanë ndodhur dhe ndodhin. Pra biznesi duhet të mbrojt, i duhet që rruga, i duhet kriju infrastruktura e duhur,
Duhet funksionojë, I duhet heq Kërbaçi mbi shtëpi. duhet funksionojnë gjykatat, se në parat që se funksionojnë që ose ti ke çështje i gjoba, ku ta di që çfarë mund ndodhi, shkon 10 vjet ti je marrë më ikin njerëzit për këtu, ikin kapitale për këtu. Zef, ndërkohë jemi pak hapa drejt futjes në BE. Ku mendon se le të themi çalojmë apo kemi problemet që më të mëdha që na pengojnë për të hyrë në BE? E para është drejtësia. Unë mendoj se reforma në drejtësi ka shkuar ke 50%. Mbështetje. E reforma që kemi bërë, si me njerëz, si me ligje, si me mentalitet përgjithshëm, ne kemi mbërrit afërsisht ke 50%. Por kemi dhe gjysmën e rrugës tjetër për të pretenduar që kemi kriju një sistem drejtësie tjetër nga ai që kishim. Sepse në qoftë se ti ke gjykatëse, prokurora të pasur ose punojës OPG të pasur që janë pronarë hotele që kanë bërë pallate, apartamente që janë Ka OPG. Edhe pse ti i largon, patjetër, edhe pse ti i largon nga sistemi, ato gëzojnë pronat i si jo ke marrë, as i ke dënuar. Tu ne kemi lënë dhe infeksionin brenda dhe ke 3 që vinë, sepse ka një tendencë të madhe për të ardhur rinia. Dhe rinia vjen me një mentalitet tjetër me që arrim të Një ideal tjetër. Me ideal tjetër dhe përpiqen të bëjnë maksimumin. Por nëse ato kanë gjetë infeksionin brenda, sepse infeksioni është, nëse shohin modelin atje, që s'është ndëshkuar, ja, s'ke, do infektohen dhe këta. Pra e para është drejtësia. E dyta është shëndetësia, pse hikin shqiptarët ose ku jemi më keq, shëndetësia. Mërë zotni, ju jeni vetë, mund të keni qëlluar që shkoni ke mjeku. Në të gjitha shpitalet, private shtetërore këtu paguhet me xhepin. Paguhet me lek, nuk merr shërbim. Jashtë si e kemi ne? Jashtë kemi kartën e shëndetit që të paguajmë siguracioni. Ne paguajmë siguracion shëndetësor për gjithë punonjësit tanë. Çfarë merren nëse shkon? Vetëm nëse shkon në ambulancë dhe i japin atë ndihmën e parë, pastaj normalisht që duhet paguash që ta prekin dikush me dorë. Ligj nuk lejohet, por ama çfarë ndodh realiteti është ky. S'kemi as kartë shëndeti. Kushton shumë me bë kartën e shëndetit? Po pse nuk e bajnë? Sepse nuk është futur në sistem, zotni dash, të paguaj siguracioni, e mjeku të mos më shohin xhepat. Sa më shumë vizita, sa më shumë operacione, bësh as më madhe ke pagën, siç është jashtë. Nuk është një filozofi e madhe. Pse ne duhet jemi në këtë gjendje sot? Ju kemi hap spitaleve turke private, janë gjithë, kanë emrin amerikan, po janë gjithë turq, janë gati si dhoma tregtie, rropen shqiptarët, sepse nuk na funksionojnë në spitale shtetërore. Drejtësia, Zef, shëndetësia, arsimi tjetra. Provojmë diplomën e prap, pavarësisht se është dhënë dajak, një pjesë madhe që ishin si domatet në treg diplomat, prap se prap, ne nuk prodhojmë specialistë sot. Ma besoj gjë, te korpus qendror i universitetit, ke Politekniku, ka qenë një laborator jashtëzakonisht i pasur poshtë në tokë, ku ishin oficinat, ku praktikoheshin inxhinierët e rinj që dilin aty. Sot, do të garantoj që në gjithë Shqipërinë nuk ka një grup, një kursantesh ose një grup shkolle që shkon nëpër fabrika për të bërë orë të praktikës, kur jashtë në vitet 3-4 ose kur janë në universitet, pakti një ditë njave kanë praktikë që shkojnë për fabrika ose në gjithë vendet e tjera ku specializohen për të punuar, që të agjonohen me njëherë atje ku të shkojnë me punë nesër. Tu të vinë kallë, s'din kur gjao. Inxhinierat, merri cila do profesione që ke. Pastaj kemi një plagë të madhe që po na myt. Toka e papunuar. Shqipëria ka shumë pak tokë. Shqipëria ka pak tokë. Dhe e pak tokë që kemi ne, po të garantoj se as 50% se mbjellim. Pse? Sepse ai 7501 i famshëm ka kriju precedentin që të mos e punojnë. Dhe ne kemi shoqëruar 7501 me mos taksimin, se vinë fushatat dhe për me bandere këta politikës, nuk e taksojnë token e papunuar. Po të kisha gjë në dorë token e papunuar, do ta kisha taksu sa s'mban kurrizi më. Me qëllim që të krijohet biznesi bujqësor. Sepse ai nuk ka arsye pse ta punoj, s'pagun taksa vëllai dash. Po pagoj ti taksa, po nuk pagoj ti merr tokën, vrapojnë gjithë për ta dhënë me qira ose për ta shitur atyre që janë zot për ta punuar. Kështu funksionon jashtë, kështu do funksionojë këtu. Krijohet biznesi tokës më njëherë, biznesi bujqësor. Me këtë formë, me këtë mekanizëm. Patjetër, si që ka ti mban pasurinë kombëtare peng aty, se nuk është vetëm e jotja ajo.
Ajo tokë, duhet prodhojë për gjithë. Pastaj, kush është plagë korrupsionin, të e dim, të gjithë po e themi. Të gjithë. Nuk ka vend më të korruptuar se sa Shqipëria, është e vështirë. Bëm spagun për korrupsionin, po. Ne kemi bërë spagun, ka boca arritje sepse ka godit pa ndëshkushmërinë e politikës, por është thellë problemi, është tepër thellë problemi i korrupsionit. Çdo në punës që shkon atje mendon se ka biznes privat zyrën, më thonë. Sa është kështu jashtë, nuk është kështu. Dyqan privat. Nuk është kështu, nuk funksionon kështu Evropa. Ku do shkojmë ne kështu? Kështu që korrupsioni është problem madhor, që ne nuk po arrim ta godasim. Pastaj thash kemi edhe një problemi i sigurisë. Problemi i sigurisë është problem shumë i madh. Po bisedonim një ditë edhe me miq e koleg, pse është kaq e madhe pasiguria në vend. Mirë, ka shumë banda njësite kriminale, po unë mendoj se ka dhe shumë të çmendur në rrugë. Shumë të krisur, shumë të çmendur, njerëz të smur psikik, që jashtë nuk është se i lën njëri kështu. Kurse këtu paku gjotë keq për i kafe të vret tjetër, kjo është e pa imagjinueshme. Që mendoj niveli i sigurisë është i përgjithshëm, përgjithësi kriminaliteti, por mendoj se edhe të smurët janë një nga faktorët që e shtojnë pasigurinë. Nuk ka një formë rehabilitimi. Nuk ka, patjetër. Dhe tash mentaliteti kundër biznesit, biznesmeni shifet si në rastin Zef, se mentaliteti kundër biznesit do të sjell një rast konkret, jemi tek aeroporti i Vlorës. Dëgjojmë lloj-lloj pretendimesh nga më të ndryshme. Në fakt, deri tek zoti Berisha dje tha që po përpiqen që t'ia marrin zotit Pacolli aeroportin. Pra, Pacolli duke qenë një nga njerëzit biznesmen më të fuqishëm shqiptar, në trojet shqiptare. Do doja të kuptoja, do doja një koment nga ana juaj për sa i përket aeroportit Vlorës. Po e ndjekim këtë ditë tash në vazhden e një mentaliteti kundër biznesit, do ta citoja se futet edhe këtu, edhe Pacolli edhe aeroporti Vlorës. Unë mendoj që problematika që është hapur, pavarësisht nga se mund të jetë në rrogos e shtyr, është problem për mendimin tim shumë i thjeshtë. Ai është një problem midis ortakëve. Pacolli është ai që ka marrë koncesionin, firma e tij. Ai është biznesmen i zoti që merret me këto punë të mëdha, qeveria tij ja ka besuar, dhe ai do ta çojë në fund brenda kohës caktuar punimet. Ai udhëheq. Ai tek i tij, ai është kompania që ka marrë kontratë. Ai e ka përgjegjësinë. Ai ka përgjegjësinë. Tani ky tjetër është nën kontraktor, i cili është marrë me një kusht që nëse realizon kaq punimet, do t'i përkthejnë aksionin nesër. E tu tani janë ngatruar me njëri tjetrin, sepse ky ka dhënë punime edhe dikun tjetër edhe në Libi, me sa diun, në një aeroport tjetër këtij. Tani se kush i ndes fitilat poshtë, kjo është tjetër gjë, por nga ana juridike është e thjeshtë problemi. Kjo është një ngatresë midis dy ortakëve, dy bashkëpunëtorëve, që zgjidhet në një gjykatë civile dhe është koha për të zgjidhur tani më vonë, kurdo zgjidhet kjo. Nuk është ngut. Ngutja tani është për të përfunduar punimet, sepse Pacolli është përgjegjës për përfundimin e punimeve. Por nëse futet gjykata, siç dëgjova që ka bllokuar, ose prokuroria që ma keq prokuroria. Ka çuar zoti Ademi në gjykatë. Mund ta çoje sa doja ajo gjykatë civile, vazhdon edhe 10 vjet, dal ka dal. Kan komi barazu llogarit ato. Kanë bërë kaq punime, ka ekspertiza, ti verifikohen, ka fatura, ka gjithçka. Edhe pastaj gjykata vendos. Patjetër. Dhe që është një akt i herë premtimi i paregjistruar në ÇKB. Kështu që akoma në fazën e një nënkontraktori që ka një dokument premtimi për shitjen e aksioneve ose për dhënien e aksioneve të barazvleshme me punën që ke bërë. Por unë e shoh ndryshe, shoh nga ana juridike. Them, kjo është një ngatresë midis dy ortakësh. Kush fut hundet aty nga ana e shtetit, i bën një faturë jashtëzakonisht rënd shtetit shqiptar dhe popullit shqiptar. Pse? Sepse Pacolli nesër thotë, unë se kam marruar në kohë, sepse mi bllokoi gjykata. Unë se kam përfunduar në kohë, sepse mi bllokoi prokuroria. Kështu që kam punë me kreditorët e mi, të cilëve u detyrohem shumë. Po. Kështu që i 103 milion janë vetëm investimet që duhen bërë,
700 milionë në llogari që do fitohen për 30 vjet, e i rrezikojmë me hum këta në Strasburg ose kudo që shkojmë në arbitrazh ndërkombëtar. S'duhet ta pengojnë Pacollin që të përfundoj punimet brenda fallcaktor. Sepse qeveria mundet me thonë, ok, ti e përgjegjës për mua sepse me ty e kam kontratën, duhet pa përfundosh punimet brenda fallcaktor. Por ky thot, ok, unë vërtetoj që më ka bllokuar gjykata, më ka bllokuar prokuroria, prandaj faktorën e keni ju tani. Aq më tepër, aq më keq është po u fut në qeveria, aq më keq. Kështu që për mua konflikti është civil midis dy ortakëve, ta zgjidhin gjykatë civile, sot a nesër kur duan. Institucionet e tjera të shtetit nuk duhet fusin punët. Pacolli duhet përfundoj punimet e ti thotë qeverisë ja ku e ke aeroportin. Pastaj se ku ja jep nuk e di si kanë termat e kontratës, kush ta administroj nesër është problemi i kontratave që janë nënshkruar. Është mendimi im. Ndërkohë, Zef, s'ma përsipër me thënë që jam. Jo, është shumë e qartë ajo. Edhe nga pikpamja e biznesit shumë korrekte. A ka ndikim të keq për biznesin situata politike ndërkombëtare dhe ajo e brendshme me një zëvendës kryeministre, se duhet thonë që zëvendës kryeministre e vendit Belinda Balluku e tha dje edhe zoti Dumani në parlament, është nën hetim plus dhe ministra apo kryetar bashkisë të tjerë. Nga një anë është pozitive, nga një tjetër anë është negative. Po flas për të brendshme njëra, sepse janë dy zëvendës kryeministra që shkojnë po akuzohen për korrupsion. Kjo është shumë e rëndë, plus kryetari i Bashkisë Tiranës, plus ministra të tjerë që janë burg. Në qoftë se nuk politizohen gjërat dhe ka fakte që janë kokëforta që këta kanë vjedhur, kanë abuzuar, kjo mendoj se i shërben pozitivitetit, klimës pozitive, të shërimit të gjendjes këtu. Por në qoftë se pastaj kemi drejtësi që nuk besohet, është e pabesueshme ose fabrikojnë akuza, kjo pastaj është një bumerang që do të na kthehet në të kundërtën dhe do bëhet pasiguri totale. Them si ta gjykojmë, si mund ta zgjidhim këtë. E para, njerëzit nuk mund të burgosen pa një vendim gjykate të formë shprehje. Kjo që po ndodh në Shqipëri, që 2/3 e njerëzve që janë të arrestuar janë në paraburgim, pra janë të paugjykuar, kjo është dramatike, kjo është Gestapo, nuk e di se çfarë emri ti ve kësaj. Nuk ndodh gjykundi kjo. Në paraburgim futet një që e ke kap duke vrarë dikën për të ndaluar, për të mos bërë një dëm të madh shoqëror. Por këtu kemi të bëjmë me aksidente në punë, kemi të bëjmë me akuza për vjedhje, për shpërdorime. Zoti i dashur, prish provat, mos i lëmë prish provat, përkundër ai që tenton me prish provat, por të garanton prova të tjera aty. Shtesë. Kështu që nuk është justifikim kjo. Ti po marr njerëzit në burg pa u gjykuar, ma pa deli pa fajshë. Ja nxive jetën atij tjetrit. Ja shkatrove jetën, ja shkatrove pronën. Kështu që kjo është testi i parë që them, nuk jemi në rregull me drejtsinë këtu e para. E para këtu. Pastaj kam edhe një gjë tjetër. Mirë, ka prova, shkohet në gjykatë, debatohet, në shkallë parë, në shkallë në apel e pastaj edhe në gjykatë lartë. Okej, dalin që janë ashtu, pastaj siç shkoi presidenti i Francës Sarkozy, mas shumë procesesh, u vërtetua që ka faj, shkojnë burg. Edhe këtu e duhet ndodhe një ta gjë. Sepse dalim dhe ajo, tani që ti paraburgos, ata po vujnë dënimin, me vendimin e një prokurore së një gjykate aty. Por në qoftë se ky vendim është i pa drejt, nëse to pjesa më e madhe dalin pa fajshëm, si pjesë e mirë dalin pa fajshëm. Çfarë do bëhet me ato prokurorë dhe me gjykatës që i kanë dënuar? Se s'kemi një organ kontrollin e që t'i vend me shpatlla për muri këta njerëz që kanë rënë të tjerët. E nëse nuk kanë të përgjegjësi, atëherë këtu bëhet hataja. Jashtë, në vendet europiane, prokurorët, gjykatësit, një pjesë mirë praktikës mësimore shkojnë e bëjnë në burg, shkojnë e bëjnë në Biruca. Shkon vetë në Birucë, me 1 muaj, me 2 muaj i lën atje. Pse? Për t'ju dhënë me kuptu që kur të marrin një vendim nesër, ta dinë mirë se çfarë do të bëjë jetës personit tjetër. Se si do ta mësosh ndryshe. Kupton? Po nuk di pas. Pra shkojnë në Biruca, i çojnë në Biruca me vujt si ata, të cilëve nesër do t'ju japin një dënim të tillë. Që nuk është shaka që ti, prokurori së gjykatës jep një vendim tjetrin e Kalbenburg, vetu pasurove, ndërto hotele, ndërto pallate, e ty s'të kontrollon kërkush. Ndërkohë që duket sikur këto vendimet e gjyqësorit
Zef, sikur i humbim gjitha atje në Strasburg. Bravo, kjo është një kujtesë shumë e mirë që ma bërë, sepse rezulton 95-98% e gjitha vendimeve të gjykatës së Strasburgut, që merren në Strasburg, ose edhe në arbitrazhe, i fitojnë ata që, domethënë nuk i fiton shteti jo, nuk i fiton qeveria. Këta njerëz dhe kanë kaluar rokadën e gjykatave shqiptare, shkallë parë, apel në gjykatë lartë, edhe kushtetuesën. Pastaj kanë shkuar atje. Imagjinoje se të gjitha shkallët e drejtësisë tonë, çfarë vendimesh kanë dhënë që shkon në Irzon gjykata ndërkombëtare. Sa ato s'kan emocione, shohin faktet, shohin provat, shohin shkresat, shohin gjithçka. Dhe për ato është shumë e thjeshtë. 95%. 95, afërsisht 95%. I humb shteti jo. Rrëzojnë drejtësinë. Këtë akuzojnë drejtësinë tonë që nuk jep vendime drejta. Se sidomos kur bësh raport me shtetin, pjesa dërmuese këtu i fitojnë shteti në mënyrë arbitrare. Kurse i jashtë rrëzon gjykata ndërkombëtare.